Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Andi Bora dhe mirë se vini në Sken Krimi. Do të trajtojmë disa çështje sonte, do të dalemi në pjesën e parë për të folur për deklaratën e babait të Ervis Martinajt, Mustafa Martini, i cili deklaroi për gazetarët që vetëm media dhe Spaku nuk e din, ndërsa i biri i tij është ekzekutuar në qytetin e Durrësit. Çfarë po ndodh mbas kësaj deklarate? Do të kemi dhe informacione, le të themi të forta, të cilat do t'i diskutojmë sonte në Sken Krimi pikërisht për zhdukjen apo vrasjen e Ervis Martinajt dhe për një video që flitet se qarkullon në një dosje të rëndësishme nga SPAK. Në pjesën e dytë ndalemi për të folur për kontrollet që po bën Byroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAK në raport me dosjen e Akshit. Janë zbuluar disa vila dhe disa banesa që dyshohet se i përkasin ish drejtoreshës së Akshit Mirlinda Karçanaj, biznesmenit Ermal Beqiri dhe Ergys Agasit, si dhe një banesë e cila dyshohet se i përket zëvendës drejtoreshës së Akshit Ava Delibashi, por sigurisht janë në kuadër të dyshimeve, por do të kuptojmë edhe faktin që tashmë Byroja Kombëtare e Hetimit ka shkuar pra për të bërë kontrolle me orë të gjata në këto banesa dhe mësohet se janë gjetur edhe sende të cilat mund t'i vlejnë hetimit në një moment të caktuar. Në pjesën e fundit do të ndalemi për të folur për sistemin e drejtësisë, do të flasim sigurisht për një shoqatë tashmë të krijuar midis medias dhe drejtësisë, një shoqatë e cila sot numëron mbi 1000 anëtarë dhe që kryesisht janë juristë dhe që po i bëjnë kritika të forta sistemit tashmë të drejtësisë, ku përveç Spakut dhe gjykatës posaçme të cilat komentohen mediatikisht për le të themi për rezultatet që kanë pasur, pjesa tjetër e sistemit duket se është në një lloj kolapsi apo në një lloj rënje për shkak të numrit të pafundëm të dosjeve të cilat janë akumuluar aty. Çfarë po prodhon le të themi kjo shoqatë dhe cilat janë kërkesat e saj, ku dyshohen se janë rreth 400 milionë euro të investuar në sistemin e drejtësisë dhe që pyetja ngrihet, ku janë këto para, 400 milionë euro, të cilat në një farë forme kanë qenë të dhuruara nga ndërkombëtarët për të ngritur sistemin e drejtësisë në vendin tonë. Po ashtu do diskutojmë dhe për një kërkesë pra të shkallës së dytë, e cila gjykoi gjyqtarët dhe prokurorët që duhet kalonin apo jo sistemin dhe që kërkojnë tashmë të bëhen pjesë e sistemit të drejtësisë në gjykatën e apelit. Mirë, të ndalemi tek pjesa e parë, zhdukja e Ervis Martinit dhe informacionet më të fundit që qarkullojnë për këtë çështje kaq të madhe për sistemin, le të themi, ligjzbatues në vendin tonë. Ndjekim insertin. Vetëm media dhe SPAK nuk e din. Djali im është ekzekutuar në Durrës. Kështu do të deklarojë përpara gazetarëve babai të zhdukurit Ervis Martinaj, Mustafa Martinaj, pasi doli nga seanca që po zhvilloi në prokurorinë e posaçme për sekuestrimet e pasurive të djalit të tij, të cilat sipas gjykatës do të vazhdojnë të qëndrojnë të sekuestruara. Kam ardhur vetë në SPAK me iniciativën time, por këta nuk duan ta hetojnë dhe ja kanë kaluar prokurorisë së Kurbinit. Nuk kam fuqi të merrem me këtë çështje, as prakmarrje. Jam invalid dhe kam bërë disa ndërhyrje. SPAK-u merret me vogëlsira dhe jo me gjëra të mëdha. Ky ishte vazhdimi i deklarimit të babait të Martinajt, i cili prej 9 gushtit të vitit 2022 vazhdon me statusin e personit të zhdukur. Një histori e cila pravesh se ka kapluar në dhimbje familjen e tij, ka kapluar në kuriozitet dhe vetë qytetarët, pasi bëhet fjalë për zhdukjen e një personi të rangut fort në botën e krimit. E kjo vëmendje duket sikur nuk ka kapluar as pak autoritetet ligjzbatuese në vend. Sot e kësaj dite, mbi 3 vite e gjysmë, nuk ka një përgjigje. Çfarë ndodhi me Ervis Martinajt? Sot kjo çështje që ndoshta për shkak të sensitivitetit, emrit të përfshirë, rrjetet pas tij, do duhet të ishte në duart e një prokurorie më të specializuar, siç është SPAK. Zhdukja e Ervis Martinajt po hetohet nga prokuroria e Kurbinit, por ai ka kapacitetet kjo prokurori që të hetojë një ngjarje të bujshme të botës së krimit. Përgjigjja vetvetiu do të ishte jo, për shkak se për vite me radhë s'ka asgjë të re, por dhe për faktin që drejtësia në rrethe po përjetoni ngarkesë të rënd pasojë reformimeve. Por të ndalemi tek deklarata e babait të Ervis Martinajt, Mustafës. Çfarë di ai që duket sikur askush nuk e ka marrë seriozisht dëshminë e tij? A është e vërtetë që Ervis Martinaj u ekzekutua në Durrës, pra u vra dhe kush ishte grupi më interesuar për eliminimin e tij? Duket se me kalimin e viteve, Ervis Martinaj kishte ngritur grupin e tij në pjedestalin e krimit të vend, me qëndërzime të disa bizneseve të cilat do të prodhonin konkurrencë të frikshme mes grupeve kriminale, siç janë bastet sportive apo lërat e fatit, që vitet e fundit operonin në të zezë pas ndalimit me ligj nga qeveria. Por përveç kësaj, emri Martinaj do të dilte në një sër dosjesh të SPAK, ku porosiste vrasje dhe merrte përsipër edhe eliminime në kuadër të bashkëpunimeve me grupe të tjera në vend, e teksa në dosje të tjera, emri Martinajt do të ishte shënjestër e grupeve kriminale. Zhdukja apo vrasje kjo Ervis Martinajt, një përgjigje që sot duhet të jepet nga autoritetet në vend. Është detyrë, përtej të gjithë historisë, është jeta e njeriu dhe dhimbja e familjarëve të tij.
Mirë pra dashur shikues, ky ishte inserti për sa i përket asaj se çfarë është diskutuar për Vis Martini, zhdukjen e tij, po ashtu edhe deklaratat e babait të tij Mustafa Martinaj sapo doli nga seanca gjyqësore në SPAK për sa i përket sekuestrimit të pasurive të djalit të tij, çka gjykata e posaçme vendosi që ato do vazhdojnë të qëndrojnë të sekuestruara. Mirë për të diskutuar për këtë çështje dhe disa çështje të tjera, të cilat sigurisht lidhen me botën e krimit, drejtësinë dhe hetimet e rëndësishme në vendin tonë, unë kam të ftuar në lidhje direkte kam avokatin Arben Langozi. Shumë faleminderit avokat, mik për herë të parë në Sken Krimi, e vlerësoj. Faleminderit dhe ju. Si dhe ish prokurorin avokatin Ervin Karanja, shumë faleminderit Karanja. Faleminderit për ftesën. Langozi, ta nisim së bashku një deklarim i tillë i babait të një personi të zhdukur siç është Vis Martina me impakt kaq të madh, le të themi, në jetën e botës kriminale. Çfarë do të thotë, përse nuk është marrë, le të themi, në një farë konsiderate nga ana e prokurorisë posaçme, por duket si është një dëshmi e cila thotë vetëm media dhe SPAK nuk e di se i mbir është ekzekutuar në Durrës. Deklarata e Vis Martinajt për fat të keq është deklaratë drejt, për arsye sepse edhe prokuroria posaçme, por edhe policia apo dhe institucionet e tjera ligjzbatuese kanë dieni të plotë që Vis Martinaj është vrarë, madje përflitet edhe në videot e sekuestruara nga prokuroria posaçme në zyrën e Ergys Agasit. Ndodhet edhe video e vrasjes së Ervis Martinajt, por se kush është implikuar në vrasjen e tij, kjo ndoshta e pengon organin akuzës për vënë përpara përgjegjësisë autorët e vërtet. Unë vlerësoj dhe nga ato informacione që janë shpërndarë, qoftë në korridoret e prokurorisë posaçme apo edhe në rrjetet e ndryshme të sistemit të drejtësisë, rezulton se të implikuar në vrasjen e tij nuk janë vetëm grupe kriminale, por janë edhe politikanë të lartë që janë aktualisht edhe drejtues të shtetit shqiptar. Dhe për këtë arsye, kjo ngjarje nuk zbardhet nga prokuroria e posaçme. Video siç e theksova edhe siç është informacioni sigurt ndodhet në dosje, por nuk e kuptoj sepse nuk vihet përpara përgjegjësisë autorët dhe pse nuk vendoset drejtësi për këtë rast. Pa e parkuar nëse ka qenë një personazh i botës krimit apo ka pasur dhe implikime të tjera ndoshta në vrasje apo në implikime të ndryshme në të jetës së Vis Martinajt, kjo ngjarje do drejtësi. Të mos harrojmë se kryeministri Rama ka hequr një ministër dhe ka vendosur një ministër tjetër dhe një drejtor të përgjithshëm policisë shtetit me të vetmin qëllim zbardhjen e kësaj ngjarje, pra dhe vetë kryeministri ka dhënë në rëndësi këtij rasti për zbardhje, po se sa rëndësi i ka dhënë nëse ka dashur ta mbulojë apo ka dashur që ta hetoj realisht të rast, kjo është evidente, sepse po bëjmë gati 5 vite nga i deklaratë e kryeministrit që ka dashur ta zbardhte si ngjarje dhe sot nuk flet më askush. Unë mendoj se nëse do ketë me të vërtet drejtësi, duhet bëhen publike mënyra dhe vrasja e Ervis Martinajt nga prokuroria e posaçme dhe të vijnë përpara përgjegjësisë autorët, sepse tashmë provat ndodhen në dosje dhe duhet me patjetër dhe publiku të di, sepse edhe media ka folur pafundësisht për këtë rast dhe duhet të marrë dhe publiku edhe media dhe gazetarët një përgjigje më konkrete nga organet ligjzbatuese. Pra, për kaq mendoj që deklarata e babait të Vis Martinajt është e saktë dhe ka thënë vetëm të vërtetën. Faleminderit Langozi, sigurisht ishte një informacion shumë i fortë i përcjell nga ana juaj këtu në Sken Krimi, që ndoshta le të themi në një farë forme të ndihmojë dhe autoritetet ligjzbatuese nëse është diçka e tillë, të paktën ne përpiqemi të bëjmë presion pozitivist ndaj këtyre autoriteteve që kanë tashmë Karanja 3 vite e gjysmë, që askush duket sikur le të themi nuk e ka këtë ndjesinë për të zbardhur një ngjarje të tillë, jo vetëm për shkak të emrit të Vis Martinajt, por jo vetëm për shkak të çfarë ai përfaqësonte në botën e krimit, por për kuptuar që këtu punohet. Çfarë kaq e vështirë është kjo për të bërë një operacion, për të pasur informacione operative të tjera me radhë? Të dhënat dhe informacione operative në lidhje me këtë ngjarje janë të shumta. Po? Dhe versionet hetimore janë disa versione hetimore. Një nga versionet hetimore, domethënë që është që Ervis Martinaj është gjallë. Një version tjetër që ai që thot babai i viktimës, po themi këtë rasti, i viktimës është i zhdukurit, sa është i zhdukur. I zhdukur. Thotë që ka ndodhur ky Vis është vrarë. Dhe është përmend dhe emrin e një qyteti të Republikës Shqipërisë që ka ndodhur ngjarje në këtë vend. Është vrarë në Durrës. Është vrarë në Durrës. Tani Durrësi është pak i madh. Durrësi është i madh, domethënë duhet kjo është një deklaratë, por hetimi është gjë tjetër. Pra, të dhënat operative, të dhënat e
operative janë gjëra të tjera, dhënat nga shërbimet janë tjera, por provat janë prova. Provat janë ato të cilët përcaktojnë në mënyrë të saktë te çdo dyshimi të arsyeshëm se si ka ndodhur ngjarje. Është çështje vështirë sepse mungon kufoma. Pra, kur nuk kemi kufomën, nuk dim shkakun pse ka ndodhur ngjarje. Veprime bosh. Jo, veprime bosh janë, çështje penale ka, veprime procedurale janë bërë, por për momentin nuk arrihet domethënë të shkohet te autorësia e veprës penale, sepse duhet gjesh vendin e veprës penale, dhe më pas të procedohet në autorët, në bashkëpunëtorët të tjerë të mundshëm. Kemi të bëjmë me një dosje të vështirë. Ndërkohë, babai i tij kishte edhe një farë, domethënë justifikimi moral, kuptimi që është ti po merresh me pronat e një të ndjerit dhe s'po merresh me fatin e këtij personi vetë, pra merresh me pronat që i ke aty, pronat aty kanë qenë. Nëse se fluturun. Dhe ti tash duhet merresh dhe çik me gjendjet e ky, ka një farë justifikimi moral me drejt, kuptimi që shikoj merrni edhe me gjetjen ose me fatin e këtij personi i cili ka zhdukur kontaktet me familjen që në gusht të vitit 2022. Pyetje ligjore Karangjo për ta kuptuar. Çështja e zhdukjes Vis Martinajt po hetohet nga prokuroria e Kurbinit. Tani pyetje, do duhet që ta dorëzoj vetë çështjen? Prokuroria e Kurbinit ta çojë në SPAK apo SPAK-u, pra të shpall mos kompetencën për veprime të mëtejshme hetimore, apo SPAK-u do mund të shkojë te Amar, të thotë shikoni se këtë çështje për shkak të karakterit që përfshihen grupe kriminale këta ndaj që dyshojmë, duam ta marrim ne. Tani janë dy praktika. Edhe SPAK-u për shembull kur ka prova, gjithmonë kur ka prova, që i ka dalë që filan çështje në një prokurori rrethës gjyqësore, e rrethit gjyqësor, ka dhëna që është çështje që është në kompetencë, mund të çojë një shkresë dhe mund ta marrë dosjen. Okay. Nga ana tjetër, dhe prokuroritë e rrethëve gjyqësore, kur çështja ka prova, që provohet një grup i strukturuar kriminal, provohen kompetenca sipas në 75 të kodit procedurës penale, del një zyrtar i lartë që është kompetencë SPAK-ut, shpall mos kompetencën dhe ja kalon aktet SPAK-ut dhe procedohet me bashkim çështjes. Por duhet kemi prova se thash dhe diçka të dhënat operative janë gjëra të tjera, pra dhënat konfidenciale, informacione që cirkulojnë, informacione dyshme, të cilat është një dosje vështirë, duhet të verifikohen çdo informacion. Duhet kthehet në provë, pra në provë që ta gjej sepse pa e gjetur në provë nuk mund të dënohet një person ose të arritësh një konkluzion sipas ligjit që të provosh një fakt. Fakti nuk provohet me thashë theme, po me prova të cilat janë parashikuar saktë në kodin e procedurës penale. Është një çështje e vështirë, e cila ka vite, domethënë që ka ndodhur dhe sa më shumë të eci koha, aq më shumë provat zbehen, siç ka ndodhur me 21 janarin. Pra ju jeni ndjeni që kemi diskutuar për çështjen e 21 janarit, prokuroria shqiptare me kryer ish prokurore përgjithshme Ina Rame shkatroi dosjen e 21 janarit sepse nuk hetoi zyrtarët e lartë në kohë. Mas 15 vjetësh gjykata e Strasburgut i thotë heto zyrtarët e lartë. Heto. Prandaj do të thotë sa le të shtosh mbas kaq vitesh. Po shisa e vështirë që është një ngjarje sensitive dhe mas 15 vjetësh është e vështirë për dëshmitarët. Dhe rasti sa më shumë teci është vështirësi. Aq më tepër që kemi mungesën e kufomës. Pra kemi mungesën e kufomës që mund na çojë tek prova tek autorësia e veprës penale. Pra duhet provojmë veprën ku ka ndodhur, si ka ndodhur. Pra është një çështje me vështirësi. Mund të ketë dhëna operative që diskutohet, është e vërtetë që diskutohet për një mekanizëm ngjarje e tjerë, por në kuadrin e provës, sipas kodit procedurës penale, nuk arrihet në një konkluzion që kemi të bëjmë me veprat penale të parashikuara në 75 sa i kodit. Pra kemi një person që nuk ka shkuar në shtëpi, dyshohet se është vrarë dhe mendoj që edhe vepra penale do të regjistruar të zhdukjet e personit zakonisht ecin me nenin 109 kodit penal. Ashtu është regjistruar. Ecin me nenin 109 kodit penal, zhdukja, pra domethënë rrombimi dhe zhdukja. Pra është një nen i veçantë, është masë dënimi shumë e rëndë, pak a shumë masa e dënimit tek këto nenë është njësoj si vrasje. Domethënë paragrafi i fundit është paragrafi i rëndë. Tani jemi në pritje, domethënë në rast se dalin prova të tjera, sepse edhe SPAK-u pavarësisht se ka çështjen e zhdukjes së Vis Martinajt fizikisht e ka prokuroria e Lezhës, por ka fraksione dosje që mund të hetohet sepse SPAK-u ka për detyrë sepse e ka çuar në gjyq shtetësin e kërkon ta dënoj. Atëherë te fraksionet që ka është dosje në revanshi, aty kanë përshtypjen mbi 40 e kusur persona, që janë të akuzuar që është Durim Bami, Emiliano Shullazi, Vis Martinaj që është i përfshirë për porosi vrasjesh, pra është një gjyq për të dënuar. Nga ana tjetër kemi edhe një lëvizje sipas kodit civil, të lëvizje ose më saktë një padi, sepse një person ku nuk paraqitet mbi 2 vjet në banesë shpahet i zhdukur dhe mas 4 vjetësh mas i shpahet i zhdukur, me vendim gjykate, shpahet i vdekur. Pra ka një procedurë që kemi diskutuar edhe herë tjetër, që duhet ndihmë. Mendoj që është procedurë ligjore,
sepse kur një person humb kontakte, pavarësisht se është person në kërkim, edhe një vështirësi tjetër që kemi te Vis Martina, ai ka qenë në kërkim. Pra është duke një person në kërkim, pra ai ka qenë kërkim nga shteti. Pra nuk është gjithë edhe vetë ai ruaj. Po që sot e sa ditës është me masë sigurimi. Madje është me disa masa sigurimi, ndërkohë që po bëhet gjyqi edhe familjarët ato nuk e keni, nuk është këtu, por duhet të jemi korrekt që të procedohet me pushimin e çështjes, sepse në rast se provohet vdekja e të panderët, janë rastet e pushimit të çështjes. Që të provohet vdekja, duhet prova. Pra që të provohet ka vdekur, do të pushohet çështja, sepse një nga kushtet një nga elementet e figurës veprës penale është subjekti, dhe subjekti duhet të jetë gjallë, domethënë bën fjalë për subjektin e gjallë. E qartë. Langozi dhe një pyetje të fundit për këtë çështje, se ne sigurisht e kemi diskutuar, e ridiskutojmë sepse dalin sigurisht deklarime të reja, her pas here edhe këto të dhëna siç ju i përmendët që janë informacione që qarkullojnë sigurisht nga bota e tuesisë, po themi, në këtë rast zbardhja e një ngjarje të tillë, që sigurisht duket se po vonon, nuk e di kush një pjesë të faktorëve nga ana procedurale Karanja i përmendi si shprokuror, por sigurisht ne hedhim dyshime dhe për vonesa të shkaktuara ndoshta për faktorë të tjerë. Kush mendoni se mund të tronditej më shumë nga zbardhja e një ngjarje të tillë, bota politike apo bota e krimit? Sepse ju i përmendët pak më herët emrat e politikanëve. Unë mendoj që bota politike është padyshime implikuar në rastin konkret. Unë zoti Karanja e një rast tjetër analog që prokuroria e posaçme ka vepruar ndryshe. Ka një shkputje të zërit, okay? Altin Ajri, i cili është hetuar, është gjykuar, ka përfunduar gjykimi, ka përfunduar edhe në gjykatën e lartë, është rikthyer çështja për rigjykim dhe kemi të njëjtat rrethana dhe këtu në rastin konkret nuk kemi kufon, po kemi një video që e çon prokurorinë e posaçme dhe mënyrën e implikimit të këtyre autorëve në një vrasje kryer në kuadër të grupit strukturuar kriminal. Në të njëjtat kushte jemi edhe në rastin konkret. Përderisa kemi një video që ndodhet në dosjen e organit akuzës, si mundet të pretendohet të hetohet me dy standarde. Pra kemi standard tjetër tashmë të vendosur për rastin e Vis Martinajt. Dhe nëse ne do kërkojmë drejtësi, drejtësia kurse si nuk mund të ketë dy versione. Ka një fytyrë dhe rasti konkret duhet veprohet një lloj siç është vepruar me rastin Altin Ajrit, që tashmë para disa ditësh u dënua edhe me burgim për jetë për rastin e rrëmbimit të Jan Prengës. Pra, kjo është ajo që mungon nga prokuroria e posaçme dhe kjo të bën që prokuroria e posaçme është e ndikuar nga politika. Dhe mos të them që e implikuar në rastin konkret, dyshimet të çojnë drejt për së drejti tek kryeministri i vendit, sepse është ai që ka dhënë një ministër dhe një drejtor përgjithshëm në mënyrë të drejtë për drejtë për zbardhjen e këtij rasti. Ku e ka zbardhjen? Vuri taulant ballën me qëllim që të jepte zgjidhje drejtësisë. Dhe nëse ne i rikthehemi edhe konferencave dhe krenarisë së kryeministrit duke thënë se duhet marrë përgjigje kjo dhe për këtë arsye kanë vendosur Muhamet Rumbullakun dhe taulant ballën me qëllim zbardh ku është. U dhanë 100 ditë afat atëherë, 100 ditë afat. 100 ditë afat, po i vuri dhe afat. A i vuri afat për të mbuluar rastin apo i vuri afat për ta zbardhur, se për zbardhjen ne s'kemi pasur. Kështu që dyshimet të çojnë drejt për drejt në kupolën e shtetit shqiptar, sepse është përfolur edhe në media dhe nga informacione ndryshme që janë marrë që ka pasur dhe një konflikt personal me kryeministrin zoti Martinaj dhe për këtë arsye i dyshuari kryesor është ky shtetas. Kështu që prokuroria e posaçme të vijojë time ta çoj përpara përgjegjësisë autorët, kushdo qofshin ata, sepse dosjen e ka të plotë dhe nuk mundet që kursesi ta anashkaloj provat kryesore. I ka sekuestruar provat, siç e theksova, edhe në kompjuterin e Ergys Agasit, që është dhe çështja tjetër akse që do të diskutojmë edhe në vijim ndoshta. Jemi pikërisht ju përmendë sigurisht dhe këtë konflikt të proplasje, por sigurisht do të kuptojmë në anën tjetër që Vis Martinaj ka qenë një personazh i cili hapi disa fronte për shkak të aktivitetit palishëm, siç ishin bazë sportive, lojrat e fatit, dhe që sigurisht këto janë një lloj ambicie të gjithë grupeve kriminale dhe kur bësh një konkurrent i fortë në treg, proplasjet ndoshta janë të paevitueshme, duke mos anashkaluar edhe faktin tjetër që kishte marrë porosi, kishte dhënë porosi për vrasje dhe duke kjo e bën shumë komplekse. Ju përmendët botën politike, por në anën tjetër edhe bota e krimit ka qenë ndikuar pikërisht për këtë çështje
Dhe që sigurisht mund të kenë ndërthurje edhe me anën politike, kjo nuk mund përjashtohet, ne prandaj kërkojmë që kjo ngjarje të zbardhet. Por do kishin dal komunikime në Sky ashtu siç kanë dalë edhe për raste të tjera ku ka porositur zoti Vis Martinaj vrasja apo ka tentuar të përfshihet në aktivitete kriminale, do kishte dalë edhe kjo aferë. Ndërkohë, kjo ka qenë pak më brapa Sky, ndoshta nga Matrix mund të ketë, sepse Matrix ka qenë çik më i voshur. 2020 Sky ka qenë aktiv. Pra 2022 ngjarja kjo zhdukja është 2022. 2022, po. Prandaj them shumë që aplikacione mund të ketë. Gjithsesi, pretendon që është dhe në aplikacionin Matrix, që është administruar nga prokuroria e posaçme, por sërish nuk ka, sepse nëse ne referohemi edhe dëshmitarit të drejtësisë që është tashmë bashkëpunëtor në SPAK, Nurettin Dumani, ai ka theksuar që ndodhen mesazhe në Sky në lidhje me këtë aferë. Gjë që deri tani nuk kemi një zbardhje nga prokuroria e posaçme. Drejtësia nuk ka kosto. Çfarë do lloj kosto të ketë ajo duhet që të zbardhet. Në rasti konkret nuk mund të pretendohet se kemi një dyshim për vrasjen e një personi dhe të mos merren dhe këto aplikacioni Matrix. Duhet që të zbërthehen dhe të shtohen dhe fuqi punëtore të jepet edhe policisë shtetit, punojës të besuar ka plot dhe në policinë e shtetit. Kështu që nuk mund të kufizohen dhe këto përgjime vetëm në një dorë prokurorisë posaçme dhe të selektohen sipas interesave të tyre dhe sipas urdhrave politik. Unë mendoj që nëse do kishte qenë një goditje nga grupet kriminale e rastit konkret, pa dyshim që do e kishin të zbardhur si ngjarje, sepse prokuroria e posaçme nuk është se ka kursyer në një element të botës së krimit. Të vetmit që kursehen nga prokuroria e posaçme janë ministrat e korruptuar të kabinetit Rama, janë prokuror apo gjyqtar të korruptuar që aktualisht janë dhe në sistem. Kemi dhe raste të tjera, drejtor apo edhe funksionar të lartë shtetëror që duhet ishin përpara përgjegjësisë penale. Pra, vetëm këta janë favorizuar nga prokuroria e posaçme. Ndërkohë, çfarë janë grupe kriminale edhe kot dhe raste, ne kemi parë dhe raste që vetëm se dojnë prokuror janë caktuar masa arresti ekstreme, arrest në burg, vetëm se ka thashë teme në për komunikime apo aplikacione Sky apo aplikacione të tjera. Pra, nuk e mendoj që do ishte një rast i pasbardhur nëse do kishin interes grupet kriminale, por interesi është në mënyrë të drejtë për drejtë i politikës, mendoj unë. Perfekt, faleminderit Langozi. Karanja, kalojmë këtë çështje tjetër, diçka përshtuar mund zbardhet? Qofse vjet mekanizmi, le të themi hetimori BKH-s, SPAK-u i vë këto ingranazhet e veta në lëvizje? Mendoj që duhet dhe prova tjera, mund të ketë dhe në i pentitë, në i penduar. Vetëm në i penduar që ka marrë pjesë në këtë ngjarje që tregoj detaje që gjej ku follën, por dhe prova dhe aplikacioni për bën provë, në rast se është gjetur dhe është administruar, sepse në djenin time, Matrix ka për një periudhë caktuar, nuk është se është kapur i gjithë. 3 muaj, janë shtator dhjetori 2024 janë ato, por që a ka mund të ketë diçka aty që është shkëmbyer një moment, mund të ketë. Është shkëmbyer që ka lvizur një dokument se shtator dhjetor 2024 arritur shkapur, sepse duke grupet kriminale duke parë që mbajtja një serveri në një vend u kapën gjitha, kanë proceduar në servere të ndryshme. Është kap një, nuk është kap tjetër dhe është zerru, se gjithë shka është nga serveri. Por edhe këto 3 muaj kanë qenë shumë produktiv përsa e përket komunikimit, se duke besuar të këto i komunikimesh dhe kanë folur. Biseda që diçka mund të kemi, diçka mund të kemi, por dhe këtë ngjarje pavarësisht është kohë e vjetër, domethënë kuptimin se 2020, domethënë shtator 2024 me gusht 2022 janë 2 vjet e 1 muaj, që është një periudhë e gjatë, relativisht e gjatë. Prandaj themi që koha sa më shumë kalon, aq më tepër rëndohet ose më saktë vështirësohet në mënyrën e marrjes provës. E qartë, faleminderit Karanja. Të lutem regjia, më kalon me siglën, pasi do trajtojmë tashmë çështjen e Akshit dhe çfarë hetimesh po bën tashmë prokuroria e posaçme SPAK. Sigla. Duke se agent byros kombëtare të hetimit, përsa i përket hetimit të dosjes së Akshit, pra le të themi kësaj dosje e cila bëri bujë të madhe
pak muaj më parë dhe që sigurisht vazhdon, prodhon le të themi element të tjerë hetimor që po trajtohen tashmë edhe mediatikisht. Është edhe fakti që kanë shkuar në Palas, le të themi janë kthyer 2 vila të cilat dyshohet se i përkasin biznesmenit Ermal Beqiri dhe Ergys Agasit, po ashtu në anën tjetër ka dyshime dhe për zbulime të një vile dhe të 2 banesave të tjera të cilat dyshohet se mund të jenë në pronësi të Mirlinda Karçanajt, po ashtu është zbuluar një banesë e cila dyshohet se është në pronësi dhe një pronësi e fshehur e zëvendës drejtoreshës së këtij institucioni të Akshit, pra Hava Delibashi. Kanë qëndruar për disa orë për sa i përket kontrollit në Palas, agjendët mbitetorë dhe mësohet se janë le të themi sekuestruar edhe se të cilat mund të jenë të vlefshme për sa i përket hetimit. E lam për gjysmë bisedën Karanxha. Tani ç'janë këto kontrolle? Sa i shërben këtij hetimi, në ç'kushte jemi tani ne për sa i përket dosjes së Akshit? Çështja e Akshit, siç dihet, dhe nga të dhënat që kanë dalë në media, janë dhëna nga njoftimet për shtyp, kemi të bëjmë një grup strukturuar kriminal. Kështu cilësisht pa. Kemi të bëjmë një grup strukturuar kriminal. Gjatë të kryes së veprimeve procedurale, prokurorët kanë vlerësuar që duhet bëhen kontrolle. Kanë vepruar mirë, kanë vepruar drejt, sepse disa raste prokurorët veprojnë ose bëhet dhe me vendim kyçyrie. Pra merret vendim vetë prokurorët kyçyr një pronë. Jo, në raste të tilla kur bëhen kontrolle të vendeve të caktuara, është proceduar me vendim kontrolli. Dhe gjatë vendimit të kontrollit mund të sekuestrohen dhe provat materiale që lidhen me veprën. E miraton gjykata si kërkesë? Kontrolli i banesave dhe i vendeve të tjera që njësohen me to, bëhet gjithmonë me vendim gjykate, me parashtim në rastet e kushteve të flagrancës, që në kryesi për të veprë je kapur flagrancë për një vepër mund bëhet kontrolli i këtyre vendeve. Edhe kur nuk dihet pronësia që vetëm dyshohet? Sepse oficeri i policisë gjyqësore mban një relacion. Janë mbledhur prova që ka dyshime të arsyeshme se kjo pronë mund të jetë do jetë abuzive. Do ishte kontrolli abuziv në rast se ti shkon për këta të 2 persona dhe kontrollon gjithë zonën. Atëherë do ishte abuziv, s'mund të hysh gjithë zonën. Okej, perfekt. Atëherë ti nuk mund bëhen kontrolle masive siç kemi pa luftën e dytë botërore, se ndodhin raste luftra që ti rrethon zonën dhe kontroll banesë në banesë. Në rastin konkret, në bazë një vendimi gjykate, adresa është e përcaktuar qartë, sepse dhe ai kompleks ndjenin tim është i regjistruar, pra dihet se ku do shkohet, domethënë gjykata e ka të lehtë, duke nisur nga dokumentat hipotekore, del dhe fikse ku do shkohet. Dhe ka proceduar. Mendoj që janë gjetur prova të vlefshme në lidhje me veprën penale që po ata. Mund t'i kenë fshehur aty? Në rast se rezultojnë banesat e tyre, mund t'i kenë fshehur me idenë që nuk mund t'kapen, pra funksionon kështu një mendje e le të themi e dikujt që do të fshehi diçka? Nuk ma do mendja të kenë, mund të kenë ndonjë provë, po ndonjë mjet monetar ose gjëra të tjera nuk mund të ketë. Mund të kenë ndonjë provë që ka lidhje që zbulon autorsinë në ndonjë vepre. Por mjetet monetare dhe mjetet e tjera, ma do mendja nuk mund t'i kenë lënë aty se pak a shumë këto janë vende që lvizin, që dihen. Për shembull, edhe në gjithë lagjet dihen pak a shumë se kush ndërtohet ku rrin. Domethënë gjëra që dihen. Edhe Bernameta doli që ishte në gjithë lagjet, kishte vilën. Janë pak a shumë që qarkullojnë të njëjtat vende. Ose më saktë dalësh në gjithë lagjet, njëjtat fytyra shef këtu, njëjtat fytyra i shef aty. Tregon që se ti nuk e ke vilën këtu të trish për shembull poshtë pishës aty larg. Për shembull, ti kur ke shtëpi, do shumë larg. Aq më tepër që këto nuk lëvizin rrin afër vilës, afër vendit, se lëvizin kom që janë aventurierë që të ecin për shembull. Dhe kjo tregon që janë këtu, pra SPA-u ka pas dhëna që këto prona janë të këtyre personave të cilët dyshohen. Por do jetë hetimi në fund që e përcakton. Mund të jenë të fshehura në emër të personave të tretë, mund të jenë prona të cilët janë në emër të këtyre personave, janë lidh vetëm kontratat, por nuk është ndryshuar pronësia, është emri i objektit në emër të sipërmarrësit, pra është hetimi që do t'i sqaroj në mënyrë të qartë. E qartë, faleminderit Karanxha. Langozi, kryeministri pak kohë më parë deklaroi që drejtoresha e Akshit, ose ish drejtoresha e Akshit tashmë Mirlinda Karçanaj nuk disponon prona, jeton në shtëpi me qira, mund ta marrin të mirëqenë që kështu mund t'i ketë deklaruar, ndërkohë SPAK duket se bën të tjera kontrolle. Në ç'kushte jemi? Mua realisht më erdhi keq kur ministri i vendit kishte një drejtoresh që jep miliarda euro edhe pas ka shumë të varfër, sepse askush nga shqiptarët nuk do ta besonte një gjë të tillë,
por kjo tregon implikimin në mënyrë të drejtë për drejtë të kryeministrit të vendit në këtë lloj afere kaq të madhe. Dhe nuk mundet që një kryeministër të dalë dhe të bëjë mbrojtjen e një drejtoreshe të korruptuar që e di gjithë Shqipëria, përveç se lidhje me botën e krimit, ajo ka qenë e implikuar dhe në një sër aferash korruptive që të dhënat personale të shqiptarëve ju janë dhënë grupeve kriminale. Dhe tashmë të gjitha të dhënat, qoftë të dhënat e shërbimit informativ, të dhënat personale të çdo shqiptari, nuk janë më as në dorën e grupeve kriminale, po janë në dorë dhe në rrjete sociale që mund të jenë të aksesueshme nga këto. Dhe për të mendoj që përgjegjësen në mënyrë të drejtë për drejtë janë këto drejtoreshat e varfra të kryeministrit të Shqipërisë, të cilat nuk e kanë pasur mendjen te puna, po kanë pasur mendje të shkonin për zyrat e organizatave apo drejtuesve të organizatave kriminale dhe e kanë çuar Shqipërinë në një disfat të totale të nxjerrjes së sekretit, jo vetëm shtetëror, po dhe privat të gjithë shqiptarëve. Kështu që vlerësoj që kryeministri nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se e ka marrë në mbrojtje këtë drejtoresh padrejtësisht, por ajo dhe interesi i tij ka qenë ta mbrojë atë sepse ndoshta kjo një ditë do flasë ashtu siç mbrojti dhe Belinda Ballukun, sepse është e implikuar në mënyrë të drejtë për drejtë vetë kryeministrit. Mos harrojmë se një ndër përfituesit e këtyre fondeve është dhe baxhanaku i kryeministrit Edi Rama. Dhe për këto arsye mendoj që duhet që Spaku të hetojë dhe në këtë drejtim. Nuk mund të kufizohet prokuroria e posaçme tek Ergëci. Duhet të hetohet dhe ajo vera që e paralajmëroi Arben Ahmetaj që pirë 33.600 euro në zyrën e kryeministrit. Dhe ajo që është më e tmerrshme është se rreth 3 milionë euro verë është duket në prezencë të policisë dhe në mes të ditës nga këto grupe kriminale. Pra aq të fuqishëm janë, saqë dhe policia dhe shtetin e kanë në dorë. Të mos harrojmë, para pak ditësh ishte edhe një skandal në IKMT, ku baxhanaku i Ergys Agasit ka godit me arë një funksionar tjetër aty. Dhe u mundua të mbyllej në eshtje derisa mediat reaguan. Kështu që kryeministri nuk ka gjë tjetër përveç se në këtë institucion ja ka dorëzuar grupeve kriminale ashtu siç dhe çdo lloj produkti tjetër që janë lançuar gjoja me prokurim publik, por në vetvete nuk ka bërë gjë tjetër veç se ja u ka dhënë grupeve kriminale. Langozi një pyetje. Nëse folëm pak më herët për Vis Martini që politika nuk kërkon ta zbardhë që mund të ketë një standard të dyfishtë hetimor nga ana e SPAK, a jemi sërish në kushtet kur, duke qenë se ju përmendni emrat politik, në këtë rast përmendni kryeministrin, lidhjet që mund të ketë në raport me këtë institucion, përse duket sikur SPAK nuk e ka kursyer këtë histori në raport me dosjen e Akshit? Është perceptim i gabuar ky që kam? Është një e vërtet? Ndoshta nuk është perceptimi gabuar, po është zullumi në këtë dosje ka qenë aq i madh sa që edhe prokurisë posaçme i ka ngelur në dorë, sepse afera që ishte duke u hetuar, ishte kallëzuar, kallëzimin e kam përpiluar unë dhe është firmosur nga Gent Progni. Pra ne kishim mbledhur një sër provash që ishin në hetim tashmë prej 2 vitesh. Dhe më pas në një hetim tjetër analog që prokuroria e posaçme kishte kryer, bëhet fjalë për cigaret, kontrabandën e cigareve, që kjo është një aferë më vete tashmë që gjatë kontrollit janë gjetur një sër sendesh ku janë implikuar edhe të tilla aferash, pra që ka dalë me zë me figurë drejtoresha e kryeministrit duke bërë veprime jo vetëm të palishme në zyrën atij, po dhe skandale seksuale që përflitet dhe që tashmë ndodhen si di dhe pam filmike të sekuestruara. Kështu që jo çdo lloj çështje Edi Rama e kontrollon, sepse i ka dalë jashtë kontrolli për vetë faktin sepse provat ishin akumuluar nga persona të tretë, jo nga prokuroria e posaçme, dhe pjesa tjetër është se edhe prokuroria e posaçme në moment që ka implikime që dalin hapur, nuk ka si ta mbuloj një dosje të tillë, sepse do kalojnë padyshim filtrat gjyqësor. Dhe për këtë arsye merret ai që është më i lehtë. Rasti konkret është marrë Mirlinda Karçanaj që ka një mas arrest në shtëpi dhe nuk është hetuar më tej. Pra, kjo është sërish ndikimi i kryeministrit. Pse nuk hetohet kryeministri për këtë aferë? A ka lidhje baxhanaku kryeministrit me këtë aferë dhe a është implikuar? A ka dalë kryeministri në zyrën e Agasit? Dhe a ka interesa kryeministri, a ka pirë këtë verën 33.600 euro?
Pra të gjitha këto duan përgjigje, sepse Arben Ahmetaj nuk pa ëndër që kishte verë që Gjysagasi e çonte në këtë lloj çmimit edhe e konsumonin te kopshti i Edeni i Ediran. Ahmetaj ka pirë dhe vet aty, ë? Ai ishte i brendshëm dhe normalisht deklaroi diçka që tashmë u vërtetua nga prokuroria e posaçme. Kështu që ajo që unë vlerësoj sërish që ka ndikim kryeministri është fakti sepse nuk është thjerrur 10 vjet, kemi 10 vjet pak. 10 vjet nuk kemi të jetë thjerrur një herë kryeministri për një VKM që mund ta kishte firmosur edhe si deklarues. Pra kemi rastin, se po i përmendim me emra, kemi rastin e Limionit Sarand. E ka nxjerr kryeministri VKM-n. Publik, ja ka thuar oligarkëve dhe kur vjen puna, pse nuk është thjerrur? Kush është përgjegjësi dhe kush është personi kyç që e ka transferuar këtë pronë? Çfarë ka thënë gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese për këtë rast? Kanë thënë që është cënuar siguria kombëtare dhe siguria me NATO. Ndërkohë kryeministri thoshte kush janë këto prokurorë që dalin dhe ndikojnë te mënyra e zhvillimit të shtetit. Jo, sepse kur vetë gjykata kushtetuese thotë që është cënuar siguria kombëtare, do thotë që minimalisht duhet ishte pyetur kryeministri. Minimalisht duhet të thirrur presidenti Begaj, presidenti Begaj Këshillin e Sigurisë Kombëtare që drejtohet nga vetë ai, por që ka mbështypën është dhe firmëtar për lirimin e pronave. Presidenti Begaj. Pra, është histori shumë komplekse Langozi. Presidenti Begaj u vendos president për shkak të imunitetit. Kemi Bardhyl Kolçakun, sërish u bë deputet, tani e kanë çuar ambasador në NATO, sepse ngeli Bardhyl Kolçakun që i vodhi pronat NATO-s dhe ja dha oligarkëve. Pra, unë shoh që prokuroria e posaçme nuk është në nivelin e dur që të jetojë dhe të quhet një institucion i panshëm, po kemi një institucion të kapur politikisht, sepse të gjitha këto prova nuk është se i them unë, se unë s'kam interesa politike fare, por qytetarë shqiptarë nuk mund të jenë kaq të verbër dhe mos të shohin përpara këtyre provave që janë kaq të mëdha, sepse kur vetë gjykata kushtetuese e konstaton që është cënuar siguria kombëtare, a ka detyrim një prokuror ta pyesë kryeministrin? Padyshim. Padyshim që ka, sepse ai është garant dhe mos gabohet dhe zoti Karanxha e di që vetë ligji 9000 i vitit 2003, neni 2 dhe 3 i tij e detyron kryeministrin që të kontrollojë çdo lloj parregullësie në të gjitha praktikat. Pra, mos të mendoj ai se janë vendime kolegjiale, sepse ligji e ka detyruar në mënyrë të drejtë për drejtë kryeministrin që të marrë masa dhe ti parandalojë veprime të tilla dhe afera të tilla kaq korruptive. Ai jo vetëm se nuk i ka parandaluar, po ka dalë dhe në media dhe shantazhon prokurorët, thotë si e bën ata sekuestro. Po e bën pra sepse ajo është pasuri publike, është pasuri e qytetarëve dhe nuk mund t'i jepet as shet kastratit dhe as kujt, sepse aty është pjesë e fëmijës tim, e fëmijëve të gjithë shqiptarëve. Edhe na del kryeministri bën shantazhon prokurorë, shantazhon. Pra, këtu e shoh unë që kemi ndikim, sepse kryeministri duhet të ishte në burg për rasti konkret. Madje kemi dhe shkarkim në mënyrë ceremoniale me ndikim nga Olta Xhaçka. E morën atje në Olta Xhaçkën, pse s'është pandehur Olta Xhaçka? Pse? Pra ka dy afera, një është e Limionit dhe një është në Dhërmi. Dhe në rasti konkret në asnjërin nga këto afera, ajo nuk është pandehur. Vodhi të gjithë Dhërmiun e ka investuar bashorti i saj. Pse nuk është e pandehur? A ka përfituar në mënyrë të palishme, është produkt i veprës penale, ajo pronë që është marrë, padyshim që po. Shiko, ka diçka në gjithë të që u thoni, Langozi, që sigurisht unë vlerësoj shumë të qenë një njeri kaq publik si puna juaj që keni guximin të trajtoni çështje që ndoshta shumë pak e kanë guximin të përmendin edhe emra dhe që sinqerisht unë vlerësoj këtë se të pakt janë zërat, por në anën tjetër ne duhet kuptojmë, le të themi edhe punën e timoret s'pak, por dhe prezumimin e pafajësisë në fund, se ju e kuptoni më mirë se sa vetun, jeni avokat, kështu që ne sigurisht i marrim, i trajtojmë, ngrejmë teza për çështje të ndryshme, por që kanë përshtypjen e ngjerjet organeve të drejtësisë në fund për të përcaktuar. Unë jam shumë dakord, por mos na i bëjnë reklamim sikur SPAK-u është kush e di se nga ka ardhur. Janë po këta prokurorë që kanë qenë këtu, janë prokurorë karriere. Edhe ne dim shumë mirë kush kanë qenë dhe kush janë ata prokurorë aty. Na i bëjnë publicitet, jo amerikanët, jo kanë mbledh 5 gazetarë që dalin aty dhe i bëjnë publicitet amgjesin darkë. Janë këta prokurorë që favorizojnë këto afera korruptive. Ne nuk po diskutojmë për grupet kriminale, padyshim që ato duhen goditur. Pa ama korrupsioni në Shqipëri është i pandëshkuar. Dhe unë kam vendosur të them të vërtetë sepse nuk mundet që ne të heshtim, sepse nëse do mbyllim edhe gojën, atëherë
nuk jemi më në demokraci, unë do flas, sepse këto janë prova që nuk i kam thënë unë. E ka thënë gjykata e lartë, nëse lexohet pika 43 e vendimit gjykatës lartë, është taksative, është cënuar siguria me natën. Kur një kryeministër cënon sigurinë, a duhet pyetje më e thjeshtë që shqiptar duhet ta ngrenë, edhe duhet ta dëgjojnë edhe prokurorët e posaçëm. Okej. Është minimale që duhet bërë. E qartë, faleminderit Langozi, edhe për sa i përket çështjes gazetarëve, unë i kam koleg, ajo është puna e tyre e përditshme, në diell, në shi, në vap, në të ftohtë, ata janë të detyruar që ndrojnë aty sepse të paktën informacionet kryesore nga ta i marrin. Unë nuk kam asgjë me gazetarët, përkundrazi kam respektin maksimal dhe vetë jam pjesë e medias, por vlerësoj gazetarët që mos të përçojnë informacione që prokurorët i japin me qëllim për të bërë propagandë. Këto informacione janë, Langozi, do ta kuptojnë. Gazetari do të jetë investigativ, ta provoj vetë. Këto informacione janë kur mbyllet dera për hetues të mëdhenj që nuk lejohen oficerët me patllake nëpër zyra, nuk lejohen oficerët me patllake nëpër zyra, është e vështirë për gazetarin. Roli i medias është kritik, nuk është ti bëj freskën prokurorit. Kështu që vlerësoj që për këtë kisha, nuk është se kam ndonjë gjë me gazetarët, përkundrazi i vlerësoj si profesion, është fisnik. Faleminderit Langozi. Për të qëndruar tek çështja e Akshit Karranxha, bën sens kur flasim për, le të themi, për pasuri të fshehura duke marrë në konsiderat edhe vlerën e tendrave të shpërndar apo qoftë edhe ajo që Ergyll Sagasi përmendte nga 2 e bëjmë 4. Na bën sens që këta njerëzit mund të kenë pasuri të fshehura, të kemë përfituar në mënyrë të palishme nga tendra, sepse ne vërtet themi shkelje barazistë të tendrave, por çfarë do të thotë shkelje barazistë të tendrave apo dhënia një tendri pagar, janë shumë faktorë. Unë shqetësimin më të madh në rastin konkret nuk e shikoj te Ergyll Sagasi. Ergyll Sagasi është një biznesmen. Është një gys, do vi një biznesmen tjetër, do vi një biznesmen tjetër. Mu më shqetëson një drejtuese e lartë e administratës publike, shtëpisë e grupit kriminal kanë fshehur 2 shtëpi. Dolën 2 shtëpi, pra nga një qeraxheshk, tani po na del me 2 shtëpi. Pra kemi një rëndim të nevojave të sigurimit. Pra dolën edhe 2 shtëpi tjera. Një shtëpi tjetër në emër të një personi tretë. Dhe me drejt lind pyetja, ore këto, për çka kanë shkuar? Për të bërë tendra, për me i shërby popullit apo me i shërby vetes vetë me bërë shtëpi, me bërë edhe 2 shtëpi. Këtë mund e shoh një shqetësim shumë të madh, sepse biznesi privat është biznes privat. Ka bo vepër, s'ka bo vepër, është privat. Ti si shtet ku je? Pra ti ke pa xhepin tat. Pra ti duke bërë këtë tendër ke përfituar për veten tatë në radhë parë, kanë fituar edhe privatën në radhë dytë. Atëherë kjo të kemi bëjmë me një rëndim të nevojave të sigurimit. Këto shtëpi nga një qeraxhesh që po na prekun, u prekën me çika qeraxhia. Ai që nga me qerat do ta nxjerrë qeraxhiu jashtë se pa lajme që është e pandër. Tash na dalin shtëpia. Çfarë këto? Pra ne këto shohim qëllimin e vërtetë të veprës penale. Madje duhet pa edhe vepra penale. Nuk është më barazin tendra, është matej. Pra këto ti një përfitim lidhet, madje ka vend për hetim pasuror. E kemi Robin Gjallë, siç po jetojnë për Ergyll Martinin, tetohet edhe pasuritë e këtyre, të Akshit. Të verifikohen të gjithë sepse këta na rezulton që akuza është ngritur drejt. Njëri me prona, tjetri me prona, njëri nga i shofer bëhet, pra janë gjetur personat dhe këtu dalin edhe te kriteret. E rëndon po zotin qëllimi i veprës penale? Rastin konkret për shkak, këta akuzohen për grup strukturuar kriminal. Dyshohet që kanë dhe pasuritë palishme. Pra është qëllim fitimi. Pra qëllim fitimi është rrethana rënduese e veprës penale. Pra qëllimi jot nuk është për persona të tretë, por është për veten tate konkretisht. Pra merr përfitimet e tua janë në mënyrë të drejtë për drejtë. Madje këtu theksoj andi ka vend për nisjen dhe hetim për ILKBDI-n. Inspektoratin e lartë të deklarimit pasurive. Ku është ILKBDI-ja? Çimgani ku ka qenë? Që kanë proceduar prokurorët dhe gjyqtarët për fakte ordinere, që jo deli shumë negative është negativ, ndërkohë po na rezultojnë që janë shumë zyrtar të lartë. Dhe te raporti i vitit 2025-2024 është shumë zyrtar të lartë që kanë kaluar nga shkëlqim gani dhe nuk është asnjë kallëzim penal. Dhe këtu duhet merret edhe me personat që e kanë fshef, sepse po na rezulton të gjithë po na bëjnë të pastrin, ky ka fshef krimin. Ai që më çef krimin është njësoj si ai që e bën krimin. Pra që mbysh aq më tepër që janë persona të administratës publike, janë vënë aty për të ruajtur paratë e administratës publike dhe qëllimi i tendrit është që ti të ofrosh të shërbim qytetarëve
me çmim sa më tullet që të kursejnë paret. Të shi këtu, na rezulton që gjithë kanë ardhur me lugë mbrez. Gëron Meço u dyshua ndjes, për të qenë korrekt, u dyshua që u mor peng. Në dosje kjo, ka dhënë dhe deklarimin e tij. Ndërkohë që është gjithë kjo çështje e nxehtë për sa i përket parave të qarkulluara në AKSH, ai ka vijuar të marrë tendera. Jo më larg se dje po lexoja tendera që kishte marrë për çështje, le të themi, të organizimit të brendshëm sigurisë kibernetike brenda në AKSH. Tani këtë si e përkthejmë. Në anën tjetër kemi dhomën amerikane tregtisë e cila thotë krijoni hapësirë për kompanitë amerikane, të cilat janë të specializuara për të menaxhuar dhe të dhënat e qeverisë së Bashkuara të Amerikës. Ku na çalojnë gjëja tani këtu? Nuk kanë frikë fare këta? Ta pyetën kështu. Mendimi im personal është që dhe Geron Meço, pavarësisht se është marr peng, domethënë që ose e shqequr liria në mënyrë të palishme për cilën ndizë akuzë, Geron Meço ka qenë pjesë e lojës. Pra ata deri dje për me marrë tendrat e rrugullonin me njëri tjetrin, u prishën me njëri tjetrin dhe ju hoq liria. Pra dhe ky person duhet të jetohet në mënyrë të pavarur. Dhe Geron Meço vetë nga ana e tij, pavarësisht se është bërë një vepër penale, heqja e palishme e lirisë përbën vepër penale parashikuar në 110 i kodit penal. Pra të procedohen personat që hoqin lirinë, por duhet të hetohet dhe motivet. Qa pasurisht, qa veprimtarie kanë bën bashkë. Pra edhe Geron Meço duhet të hetohet të nisë jetimi pasuror. Ndërsa në lidhje me tendrat që po i fitojnë përsëri këta persona, duhet të verifikohet. Nëse janë tendrat, plotësojnë kushtet e sigurisë, janë certifikuar nga DSI-k apo se pa na dalin prapë, pra këta po marrin të dhënat tona duke qenë të palishëm, duke qenë pjesë e grupit kriminal, se ato kanë qenë të bashkë, u ndanë për paratë e popullit, se për çfarë zgjedhën? U zin për paratë e popullit, nga vin parat, vin nga paratë e popullit që bëhen tender. Pra këta janë zonë me njëri tjetrin për paratë e popullit, se janë zonë për çështje morale ose ngacmove i Europës ose ngacmove, janë zonë për paratë e popullit. Kështu që atë edhe këta duhet të hetohen të gjithë në mënyrë të precize për veprimet dhe mosveprimet deri në kohën e heqjes palishme lirisë dhe mbrapa. Pra, që të jemi korrekt dhe me qytetarët duhet nis hetimi pasuror. Siç nisim me Vis Martini, Visi dyshohet që është i vdekë edhe babai vet thotë ora merren gjeni çunit apo merren në pasuri. Shumë bukur, të merren, po të merren edhe me këtë që ke njerëzit gjallë. Dolën 2 vila, mund dalin sepse shumë lidhen parat e ngrabitura të popullit. Ai sa të blidhen se skemi çfarë të bëjmë, se jo çdo gjë merret, por çfarë arrihet të sekuestrohet dhe më pas konfiskohet, është një fitore që është reduktuar deri diku dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit. Sepse gjithë tu na rezultojnë tendera fiktiv, tender çokoladash. 10 milion euro. 10 milion euro çokolada. Pra, domethënë, ndërkohë një nga denoncuesit, tu të paktën kanë mbështypen, jeni kallëzues së bashku Langozi me Gent Prognin? Për të çështje, tha që janë 40 milion euro faktikisht çokolata dhe jo 10 milion euro. Pretendimi i tij. Janë 40 milion euro çokolada, po dëmi që ne kemi shkaktuar janë gati 600 milion euro. Pra, në total, ne kemi kallëzuar për një dëm shtetit shqiptar 600 milion euro. Që ka filluar procedimi, është thërrur Milinda Kaçanaj në prokurorin e posaçme dhe më pas kanë dalë to aferat e tjera të lidhur me Agasin dhe janë bashkuar 2 procedime penale. E qartë, por kur themi 600 milion euro, themi që është bërë një çik punë aty, se 600 milion kështu nuk e kanë marrë. Nuk është bërë punë fare, sepse ne kemi faktuar që edhe këto webet që janë bërë, që janë marrë me miliona euro, janë marrë të gatshme nga WordPressi dhe nuk është investuar. Pra gjithë kostoja ka qenë diku te 1000 euro dhe është bërë një tender me miliona euro. Pra kjo ka qenë aferë që ne kemi denoncuar dhe për këtë kemi çuar dhe provat përkatëse. Kemi gjetur dhe webet se ku janë bler dhe është bërë një punë investigative dhe janë depozituar rreth 6.000 faqe nga ana ime dhe Gent Prognin në prokurorinë e posaçme. Edhe pas është kaluar në hetim dhe për 2 procedime. Gent Progni ka qenë një ndër personat që ka këmbgulur më shumë dhe ka mbledhur prova për rasti konkret dhe është kërcënuar disa herë edhe me jetë. Dhe të gjithë mundoheshin ta vinin dhe në lojë që ishte duke sajuar, por në të vërtetë është kërcënuar. Dhe ja ku del dhe rasti tjetër i Geron Meços. Nuk e di se sa është i implikuar personi në fjalë, por di të them që Gent Progni gjatë gjithë kohës ka tentuar që ta çojë këtë çështje përpara drejtësisë dhe ka këmbgulur dhe ja arriti dhe qëllimit që të demaskonte këto persona që vitnin shtetin shqiptar, sepse meritokracia në Shqipëri nuk ekziston. Ja, siç e kuptojmë tani që grupet kriminale na dalin dhe na bëjnë dhe inxhinjera
në lidhje me teknologjinë dhe informacionin. Kështu që kjo është që ne na shty dhe depozituam këtë kallëzim. Pra kjo është afera që mendojmë që është më e madhja dhe që ka sjellë gjithë këto problematika që ka sistemi dhe informacioni shqiptar. Atëherë i bie që kjo është një dosje më e fortë se incineratorët në vlerë. Patjetër që është dosje më e madhe se incineratorët, shpresojmë që ta çojnë në fund, sepse të gjitha pazullat kanë çuar edhe kryeministrin përpara përgjegjësisë, sepse siç e theksova, Arben Ahmeta i ka qenë një ndër denoncuesit që Baxhanaku i kryeministrit ka qenë pjesë e kësaj lidhje. Kështu që për këtë arsye vlerësoj që do ishte fitore për drejtësinë, fitore për kombin shqiptar, dhe atëherë unë do isha i pari që do kisha besim te shteti së drejtës, te këto prokuror që Shqipëria dhe mund të bëhet, sepse deri në moment që një kreu i organizatës, unë e kam thënë shpesh herë, që kryeministri nuk është kryeministri, por është një organizator që në çdo tender dhe prokurim publik ka kryer krime, dhe për këtë arsye nuk mundet të pretendohet se kush ha dardha pas shpinës time. Baxhanaku ti e ngrit dardha pas shpinës. E ka ngrënë në Ergys Agasi që pinte 33.000 euro një shishe verë. Ka ngrënë te Durana Resort, ka ngrënë te rrugët që po bën me monitorim me kamera Smart City, që është një aferë më vete. Aferë më vete Smart City? Smart City aferë më vete? Po aferë, sepse 50.000 euro një kamera sigurie, a ka vend dhe kush po i vendos to kamera sigurie, që duhet tetohen, sepse këto kamera sigurie mund të synojnë në mënyrë të drejtë për drejtë. Mos është me gjithë shtyllën e Karanja, 50.000 euro. Me gjithë shtyllën besoj, se pa shtyllën edhe me hapjen e gropës me lopatë dhe me kazën. 15.000 euro një kampi, një kamer trupi policie 15.000 euro. Ku janë këto? Ku i gjenë? Ku i kanë gjetur? Kush i ka prodhuar patentat dhe a është transparente prokurimi publik? Dhe kush është personi që e firmosi? Kjo ka pak rëndësi. Kjo ka pak rëndësi që ngrit në detyrë firmosi dhe tenderin. Dhe ky është tender sekret. Është tender sekret. Problemi këtu është origjina dhe burimi, domethënë i kompanisë që menaxhon dhe ka shitur këto, që do menaxhoj sistemin në fakt, që është i kompani, le të themi arabe, por që ka dyshime për lidhje ruse dhe kineze. Kjo është. Unë kam informacione edhe të kësaj kompanie. Kompania është e tillë. Kompania arabe ka bërë financimin për investim. Ndërkohë, është pretenduar se do bësh një prokurim publik dhe janë bërë dokumenta fiktive se janë duke u kryer tenderat. Ndërkohë, ajo është e paracaktuar te kontrata që është lëvruar fondi nga kompania në fjalë. Është paracaktuar që këtë investim do ta bëjë kjo kompani. Ndërkohë në Shqipëri janë bërë prokurim publik. Gjoja që po bëmi tender sekret, sepse interesonte që të menaxhoheshin fondet. Langozi, këtë e tha kryeministri që kemi tentuar të bëjmë marrëveshje, bile se ka lutur shteti shqiptar këtë kompaninë. E ka thënë publikisht, unë biles nuk e dje që do të diskutonim këtë, se mund ta kishe vendos citim kur e thot kryeministri që ja kanë bërë unë kërkesën që para 2 vitesh dhe shqyqyri që po vin ta bëjnë. Kush është kryeministri që del edhe na thot ne i bëra unë propozim që të jetë me miliarda euro, 50.000 euro një kamer. Kush është kryeministri që i menaxhon këto lek? Mos ka ngrënë gjë kumbulla e dardha kryeministri në këtë aferë. Pra ka komisione, nuk mundet të dalë kryeministri to i thash unë këtë. Karçana nuk ka mundësi Karçanaj që të blejë një shtëpi. Kush është ky kryeministri? Na del kudo. Unë e kuptoj që kryeministri është dirigjenti i gjithë dhe kontrolluesi i gjithë fondeve, po jo shpërdoruesi. Pse kur do kryeministri që janë ka i pari, kur nuk do nuk mbaga përgjegjësi. E qartë. Pra unë mendoj që të gjitha aferat të bëra dhe ku kryeministit paktën ku i bën në mbrojtje, si Mirlinda, duhet tetohen. Pse kush është interesi që e merr në mbrojtje Belinda Balluku? Kush? Pse e morën në mbrojtje Belinda Ballukun? Pse se vun përpara përgjegjësisë, si vun Arben Ahmeta, si vun Sali Berisha. Unë ja pro çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë tetohet. Tetohet dhe ta marrë vesh kush janë. Po mirë, me komision. Meqense më qëndrove tek çështja Balluku. Unë nuk të kam pyetur faktikisht, po sepse sonde po lëmë Karanxhon të kërkojmë çikim dije sonde, po meqense kemi mik për herë të parë Langozin, ne miqt i respektojmë pak më shumë se Karanxhën e kam më vjen her pas here Karanxha i gjen kohën për të dhënë mendimin e tij në hapësirat mediatike, siç është edhe emisioni im këtu Skënkrimi që e vlerësoj, po të kërkoj pak dije se për çështjen Ballukut ç'mendon?
Do më thënë, ku haset rezistenca dhe rezistenca haset në kuvend, se po bëjë dhe unë i pyetje tash shumë naive ku haset rezistenca, po përse haset rezistencë më saktë? Rezistenca për mendimin tim haset në çdo vend. Duke qenë se Balluku doli hapur në afera korruptive dhe dosja ishte e plot, atëherë prokuroria e posaçme me ndikimin e kryeministrit e ka vendosur me një masë sigurimi dhe masa sigurimit ishte pezullim nga detyra. Të gjithë prokurorët dhe juristët e din shumë mirë që ajo është një masë e gabuar. Dhe kjo është bërë me qëllim që t'i japte rrugë një konflikti artificial, prokurori dhe qeveri. Dhe për këtë arsye dhe gjykata kushtetuese ishte në ato dilemat e saj dhe me gjithë të mjergull që krijoi vetë prokuroria e posaçme e ka mbrojtur Belinda Ballukun. Se kush e pengoi prokurorinë e posaçme që ti drejtohesh parlamentit me heqje imuniteti? Askush. Ti drejtohej, heqje imuniteti dhe të mbaronte punën ta bënte edhe në burg, ta çonte në burg, siç ka çuar persona të tjerë. A mund ta bëj spaku me një akuzë më të rëndë, për shembull, gjithë diçka aty, ka kapacitetet, ka diçka në dorë, çfarë informacionesh, pra, a mund të keni një informacion të tillë? Po tjetër, sepse vetë nga prokuroria e posaçme 300 apartamente, kanë dalë komunikime që janë dhënë në tendera oligarkëve me porosi të kryeministrit, me porosi. Dhe kjo është që kryeministri e mbrojti në rastin konkret duke i refuzuar heqjen e imunitetit. Sepse nëse do ishte heqja e imunitetit, gjithë ato porosi që janë dhënë Ballukut nga kryeministri, do hetoheshin dhe do vihesh përpara përgjegjësisë kryeministri. Kështu që luajtë të lojën dhe ja dolën. Pra, mendoj që mbrojtja nuk është vetëm nga qeveria apo nga parlamenti, është dhe nga prokuroria vetë. Prokuroria vetë. Po, patjetër, sepse ne duhet të kënaqim me të shohun, kërkoj heqje imuniteti për këtë. Po veprimet, a janë të lishme veprimet e kryera nga prokuroria e posaçme? Padyshim që jo. Me e qartë. Mirë, unë dua që të ndalemi tek një tjetër çështje dhe kam përshtypjen që edhe për ju Langozi dhe për Karanxhën është një çështje me shumë rëndësi. Do flasim për një organizim midis medias dhe drejtësisë. Regjia Signin rikthehem për diskutim. Tani, antar, le të themi të drejtësisë, avokat, e të tjerë me radhë, ish prokuror, ish gjyqtar, antar të medias, tashmë kanë krijuar një grupim të tyre ku Langozi në njërin anë është pjesë, po ashtu edhe Karanxha. E nis me ju Karanxha. Tani, çfarë është ky grupimi media dhe drejtësi? Çfarë synon, çfarë impakti ka për publikun, sa i rëndësishëm, sa do vlej jetëgjatësia, sa mund të shkojë në këtë historinë e përplasjeve, konflikteve që ka drejtësia ndër vete dhe me të tjerë aktorë? Media dhe drejtësia janë dy sektorë të jetës, të cilët kanë shumë aspektet përbashkëta. Siç po diskutonin edhe më parë, gazetarët investigativ tregojnë për ngjarjet, diskutojnë, informojnë opinionin publik. Nga ana tjetër dhe organet e drejtësisë duhet të marrin provat sipas ligjit. Pra kemi një balans, kemi një simbiozë më saktë, një qëndrim të tillë që media nga njëra anë dhe drejtësia nga ana tjetër. Është e vërtetë që është një shoqat për herë të parë që krijohet. Dhe mbledhjen e parë ka bërë në datën 14 shkurt, domethënë mbledhjen e parë publike që ka qenë për publikun. Drejtësia, flasim për drejtësinë sepse jemi disa antar, domethënë që kemi qenë pjesë e sistemit të drejtësisë dhe prapë jemi, sepse edhe avokati është pjesë e është subjekti i procedimit penal. Konkretisht, domethënë, merremi me problemet që janë hasur sot në sistemin e drejtësisë. Sistemi drejtësisë sot është një krizë të thellë që vjen pikërisht për shkak të reformës në drejtësi. Nga viti 2016 dhe mbrapa, sistemi drejtësisë po gryhet gradualisht, gryhet si punë 1000 që kput litarin dhe litari sot që ne flasim është drejt kputjes. Si u gryhet? Ç'a ndodhi? Sepse ne nuk e kuptojmë. Unë po bëj rolin e le të themi dikujt që nuk e kupton. Thonë si u gryhet sepse ne bëm vettingun. Kush do të qëndronte? Qëndroi, po themi ne, kush nuk do të qëndronte? Nuk qëndroi, disa u larguan vetë me dëshirë, dhe jemi në këto kushte kur kemi ndërtuar SPAK dhe GKK dhe prokuroritë e rrethave, gjykatat që vazhdojnë tani. Si u gryhet? Pyetja juaj është e drejtë.
kishte nevojë për pastime, duhet pastroshim. Kjo është pak a shumë. Domethënë që thuhet. Por për çuditërisht ne kemi Italinë, e njëjta reformë që deshte të bëhen në Shqipëri u bë edhe në Itali. Dhe populli italian tha stop, tha, ju nuk mund të fusni duart në drejtësi. Këtu ne kemi futjes nga politika duart në drejtësi. Është bërë një propagandë e madhe, është mashtruar populli shqiptar në mënyrë spektakolare. Në vitin 2016 ka pas 16.000 dosje të bartura. Ai tha popullit, shumë dosje tha, zgjasin gjyqje 3 vjet, shumë 3 vjet tha. Neve do ta shkurtojmë afatin. 3 vjet duke qenë një rast i veçantë, se për 2 vjet mbaronte gjithë filtrat gjyqësorë nga shkalla e parë në gjykatë kushtetuese. Për 2 vjet. Për 2 vjet? Për 2 vjet mbaroni keni statistikat. Nuk e pas shurje paraburgimesh. Sot po dalin njerëzit nga burgos se po shuhen paraburgimet dhe nuk ma kush përgjegjësi. Bankër si sot. Kalon afat e paraburgimit. Do të dalin arrest shtëpie. Dolën detyrim paraqitjes se ishin arrest shtëpie. Po pra, tani çfarë po ndodh? Të ndodhte kjo me drejtsinë e vjetër, dorëzoheshin çelësat. Pra lej puna. Dhe kemi regres. Pra në drejtsinë kemi regres. Dhe çuditërisht ne kemi italianë tek ONM-ja. Çfarë do i thonë këta shqiptarëve? Kur në Itali nuk u la të bëjë reformë. Dhe këtu ata vinë na japin leksione në emër të reformës. Pra një vend i Bashkimit Evropian që është Italia, jenë djeni, nuk u bë, këtu u bë. Dhe këtu qëllimi i reformës ka qenë që në fillim, sepse ka pasur dhe element huaj. Dhe ne ku e dim ne që janë pavarësisht se jemi aleat NATO-s, janë vende jo mike që synojnë shkatrimin e sistemit gjyqësor. Dhe sistemi gjyqësor është shkatruar e para që është e padiskutueshme. Po mirë, këta mia po themi erdhën këta nga jashtë. Na duan të keqen këta nesër, do ta bëj pyetjen. Po ne kaq le të themi pasyeshim në këtë histori të kuptonin çfarë po ndodhte. Andi më vjen keq, por shqiptarët sot çdo gjë e lidhen me ndërkombëtarët. E tha ndërkombëtari, thotë ai. Po, është vërtet. E tha ndërkombëtari, e ka gabim, nuk e kuptoti pra, por është gabim. Pra kur e thot një ndërkombëtar, vjen e na vërtet, neve s'flasim. Edhe kur vinë ndërkombëtarët në për seminare, thonë patatja mbillet tokë, po themin e në tokë mbillet. Sigur nuk e dimi që mbillet në tokë. Pra vinë pleq dhe na japin leksione për anë. Pra neve këto na thonë patatja mbillet tokë dhe jemi po gjithë lumtur dhe duart rokazit. Por neve duhet të bëjmë interesat tona. Pra neve duhet të bëjmë kur diçka është gabim. Se pse nuk u bë reforma, është propozuar edhe në Kosovë, është propozuar edhe në Maqedoni. Pse u ndërprej? Edhe Italia, vendi i Bashkimit Evropian u ndërprej. Dhe populli italian me drejt e ndërpreju sepse do ishte shkatrim sistemit të drejtësisë. Pra pse bëhet në Shqipëri? Kjo është pyetja. Bëhet se me ne bëjnë prova ande. Bëjnë prova me popullin shqiptar. Ne tallen. Qoftë me sistemin e drejtësisë, qoftë me ushqimet e skaduara, qoftë me tenderat e me gjotë, qoftë me pronën që tallen me shqiptarët. Problemi që ka këtu me pronën nuk i kemi me asnjë vend. Dhe këto vinë si pasojë e viteve të caktuara. Vjen një ndërkombëtar thot ndryshe, vjen një nga Gjermania ndryshe, një nga Hollanda ndryshe, një tjetër ndryshe, dhe ne i jemi bën një mix, një kaçurrel që nuk ka burr nonë me i dhon zgjidhje më. Dhe faji shijoni. Ne duhet shohim problematikën e vendit dhe reforma ndërsi ka pasur, po ka pasur. Me një modifikim thjesht, ishte bo Spaku, se Spaku, të gjithë prokurorët e Spaku, gati 90% janë prokurorë e krimeve të rënda. Po. Atëre ç'ishte gjithë kjo zhurmë e madhe, a janë këto? Me një modifikim, dyshim në 75-a dhe vetimun e botën Spaku. Për çdo person që ka dyshime për akte korruptive e kapte. Nuk ka nevojë të shi që të bëhet gjithë ky investim. Dhe një nga qëllimet e shoqatës që e mbulon ana e drejtësisë, që kemi mbajtur dhe një fjalim, një referat mbajtur. Verifikimi sa para kanë investuar Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Sa para janë investuar? Po them mund tash janë investuar 400 milion. Tani ku do të dalë? Janë vjedhur të para. Janë vjedhur? Janë vjedhur. Dhe një nga detyrat e shoqatës, se zoti Dhangozi është sekretari i përgjithshëm, është verifikimi ku kanë shkuar parat. Dhe do bëhet kallëzim tek Olafi. Do bëhet kallëzim për këta hajdut të cilët i kanë marrë parat, i kanë futur në xhep. Në vend të investonin gjykata të reja, sot s'ka kushte. Gjykata e apelit është e zjarfiksja. Prokuroria e Tiranës është kushte mirane. Gjykata është tek ish 88-a, gjykata penale. Pra ku kanë shku këto para? Ku kanë shkuar? Pa të ishte bo një pallat drejtësie, të ishte bo diçka. Pra ne detyra e shoqatës është
përcaktimi sa është shuma totale e donatorëve të hedhur, dhe dyta, ku kanë shkuar parë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse, çfarë ndodh andi? Është diçka shumë e rëndësishme. Me paratë e vjedhura bëhet dhe PR-i në fund çdo viti. Në fund çdo viti bëhet PR-i që reforma ndërci ka ecur, po procedohen zyrtarët e lartë, ka rezultate pozitive, ndërkohë anashkalohet qëllimisht shkatrimi i sistemit drejtësisë. Dhe kush është shkatrimi? Sot qytetarët shqiptar nuk realizojnë dot drejtën e tyre nëpërmjet gjykatave. Gjykata është shkatruar. Shkosh një paditje gjyqi herë 6 muaj. Jo për faj gjyqtarëve, po për faj të bllokimit të sistemit për 6 vjet, heqjes profesionistëve pa kriter, dhe tani ne jemi të bllokuar. Dhe kjo gjë mçifet. Dhe kjo mçifet qëllimisht me paratë e vjedhura të Bashkimit Evropian. Okej, atëherë kjo është një pretendim i fortë që sigurisht në qoftë se deri në moment të caktuar kjo që thot Karanja mund të provohet, sepse do të kuptojmë që personat janë ish pjesë e sistemit drejtësisë, janë ish prokuror dhe nuk besoj që nuk e kanë pra të vështirë, da kanë vështirë për të zbuluar diçka të tillë deri në fund. Langozi, tha që ju jeni sekretar i kësaj shoqate, ku mendoni të shkoni me këtë bashkim, cila është ndihma që i kërkoni ju medias, meqenëse sepse është media dhe drejtësi, dhe që unë jo pa qëllim, po përpiqem ta trajtoj sonde këtu, meqenëse unë jam pjesë e medias. Këtu kemi dy profesione të cilat kanë një historik të përbashkët. Të mos harrojmë para viteve 40, edhe media dhe drejtësi ishin dy profesione që sapo lindën në Shqipëri. Në kohën e diktaturës, 50 vite diktaturë, edhe media dhe drejtësia u shfarosën, pra kishim vetëm një televizion kombëtar që bënte propagandë nga mëngjesi në darkë qytetarëve shqiptar. Njëkohësisht avokatia, një ndër profesionet që është e drejtë e njeriut dhe është zëri i çdo lloj qytetari, u diskriminua, u shfaros në kohën e diktaturës. Janë dhe sot që flasin për demokraci, nuk respektohen, qoftë nga prokurorët, qoftë nga gjykatat, apo edhe nga institucionet tjera shtetërore. Të mos harrojmë që prokurorë dhe gjyqtar janë bashkë dhe avokati diskriminohet në mënyrën më arbute të mundshme. Të mos harrojmë që prokurorë dhe gjyqtar futen nga njëjta derë në sallën e gjyqit, shkojnë bashkë në dhomën e këshillimit, marrin vendime bashkë, dhe kjo është një drejtësi që në dukje nuk është drejtësi. Pra ne nuk kemi standard, sepse fillon që nga mënyra organizimit të sallave, që nga mënyra organizimit të futjes prokurorëve në salla gjyqesh, mënyra se si një prokuror nuk respekton solemnitetin. Bashkë në seminare, edhe shkolla magjistraturës është problem shumë i madh, se prokurorë dhe gjyqtarë shkollohen së bashku, kanë të njëjtën frymë dhe janë kolegë në fund të ditës. Ndërkohë avokatia është një profesion që e trajtojnë si jo të domosdoshëm, edhe thjesht nga ana formale një avokat duhet të jetë prezent, jo nga ana materiale, pra që të bëjnë një mbrojtje efektive. Dhe ne kemi parë shpeshherë që vendimet gjyqësore janë noterizim të kërkesave të prokurorit, vlefshmëria e akteve merret e mirëqen vetëm se e thot prokurori, dënimi jepet vetëm se e kërkon prokurori, pra drejtësia pothuajse është inekzistente sot. Për këtë arsye, ne kemi filluar jo vetëm për reformën e drejtësisë, por kemi një mision më të gjerë. Që ne të kontrollojmë mënyrën se si funksionon drejtësia, që nga krijimi i gjykatave. I kemi drejtuar shkresat të gjithë institucioneve të drejtësisë, gjykatave. Të mos harrojmë gjykata e Sarandës, është gjykata e kohës Zogut, që quhet gjykata e Paqit në atë kohë, është gjykatë pa standarde. Njëkohësisht dhe gjykatat e tjera janë pas një lloj standardi. Flasim për çështjen e godinës, infrastruktura. Po infrastruktura sjell drejtësi në dukje, sepse drejtësia vetëm duhet bëhet, po dhe duhet të duket se si bëhet. Kur unë shkoj në sallë gjyqi dhe shikoj një prokuror që më futet nga dhoma e këshillimit, atëherë unë si avokat çfarë duhet mendoj, që do kem drejtësi? Padyshim që jo. Pra që këtu fillon standardi i një drejtësie europiane që duhet fillonte nga godinat, nga investimi, nga mënyra se ku qëndrojnë avokatët, ku qëndrojnë prokurorët, ku qëndron publiku. Pra nuk kemi infrastrukturë, e para. E dyta është që ne kemi një numër të lartë denoncimesh për zvarritje të proceseve. Ne kemi rreth 50.000 dosje në gjykatën e apelit që nuk janë shqyrtuar. Dhe pse ka ardhur kjo?
Ne jemi drejtuar me shkresë dhe gjykata e apelit na ka kthyer përgjigje sepse nuk janë plotësuar vendet për arsye se këto vende mbahen me ndikim të paligjshëm nga kolegji i posaçëm i apelimit. Pra që janë këto antarë që kanë bërë vettingur, meqense këta po bëjnë një punë sipas ndërkombëtarëve dhe në interes të qeverisë dhe politikës, duhet që të kenë një vend në gjykatën e apelit dhe nuk i intereson drejtësia këtyre në bashkëpunim bashkë me KLG-n, e mbajnë vendet vakante dhe nuk kemi gjykime. Pra, nuk kemi efektivitet në gjykime të shpejtë. Edhe një moment, po më thua që Këshilli i Lartë Gjyqësor po mban peng emërimet në gjykatën e apelit për shkak të një kërkese që po bëjnë antarët e Komisionit Posaçëm të Apelimit që kërkojnë të bëjnë ata pjesë e sistemit? E kanë mbajtur peng që nga viti 2022. Pra, në qoftë se ne do të referohemi përgjigjes së gjykatës së apelit, kemi 39 gjyqtarë. Po? 39 gjyqtarë nga 87 që duhet të ishin. Dhe nga ana tjetër kemi 87, po. Nga ana tjetër kemi një kthim përgjigje po nga kolegji i posaçëm i apelimit ku i ka drejtuar KLG-s dhe thotë që ne duhet të jemi gjyqtar apeli, mbani vendet kush janë këto mor pyetje. Po antar të KPAS, po. Langozi, pyetje, antarët e gjykatës, antarët e kolegjit të apelimit janë njihen me statusin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese, ndërkohë që Këshilli i Lartë Gjyqësor mund të emëroj vetëm antarët e tjerë nga gjykatë, domethënë me status të gjyqtarit të gjykatës lartë e tjerë me radhë. Tani ç'pun kanë këta tani me këtë status si gjyqtar kushtetues, ti drejtojnë kërkesën një institucioni që nuk i ka, le të themi, pjesë integrale e ligjit për të emëruar. Po jo vetëm ajo, po kush janë këta të KPAS që me logo, me vull, me firmë të një institucioni shtetëror i drejtojnë dhe ndikojnë në mënyrë të paligjshme në një organ tjetër shtetëror. Kush janë këta? Ku janë pronë vetë janë, kush ja u dha këtë pronë? Edhe aq më e tmerrshme është se ndërkombëtarët tani do bëjnë seminare për mënyrën dhe do ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në KLG për t'i emëruar këto antarë të KPAS në gjyqtarën e gjykatën e apelit. Dhe qytetari duhet presi qytetarin. Do të presi sepse do na vi Ina Rama dhe disa tjera aty që s'kan lidhje fare me drejtësinë, do na gjykojnë gjykata e apelit. Kështu që një ndër pikat e kontrollit do jetë edhe kjo, mënyrën se si KLG-ja ka mbajtur peng vendet vakante në gjykatën e apelit. Kështu që për këtë arsye, me marrjen e përgjigjeve konkrete, ne jemi drejtuar me shkresa zyrtare edhe KPAS, edhe KLG-s, edhe Kuvendit Republikës dhe do bëjmë kallëzim penal përkatës dhe cili do ndërkombëtar që në mënyrë jo ligjore ndikon në institucionet e drejtësisë shqiptare, ne do të drejtohemi me kallëzim dhe në vendin e origjinës ku ai operon. Nuk e diskutojmë fare se këta ndërkombëtarët nuk e kush e di se çfarë janë. Ne kemi kapur ndërkombëtarë që shkojnë me sekretare me tanga në plazh. Ne kemi kapur sekretare që bëjnë orgjinë edhe ndërkombëtarë që bëjnë orgjinë në zyrat e vettingut. Edhe na dalin na shesin mend kush e di kanë shkatruar sistemin e drejtësisë. Janë me fakte këto. Një proces, një prokuror ka 500 çështje, a mund një prokuror 1800 çështje kishte një gjyqtar në gjykatën e apelit. A si mundet t'i kërkojmë llogari atyre gjyqtarëve në gjykatën e apelit ne kur ka 1800 çështje? E do na vejnë këto ndërkombëtarë, do na bëjnë propagandë. Kjo është drejtësia ndërkombëtare. Okej. Kjo është standardi amerikan i drejtësisë. Faleminderit disa kanë ardhur, më fal se jam shumë i irrituar në rast konkret. Kanë ardhur ndërkombëtarë që kanë qenë të implikuar në korrupsion në shtetet e tyre. Kanë ardhur ndërkombëtarë të cilët kanë qenë të implikuar në afera seksuale. Kanë ikur nga Shqipëria pa dhënë asnjë lloj shpjegimi kombit shqiptar. Pse ka ikur? Kemi një Hans Kilstria. La njerën 7 zana atje në vettingë dhe ikur largua nga Shqipëria. Kjo është drejtësia ky është frymëzimi që duhet na japin. Se ky është frymëzimi sepse na vin pastaj edhe këto KLP-s na bëjnë veprime diskriminuese ndaj ankuesve. Që kjo është e tmerrshme ta mendosh se kemi një sistem si të tillë. Kështu që edhe ndërkombëtar do përgjigjen përpara ligjit si të gjithë. S'mundet ne t'i respektojmë se është ndërkombëtar, ne respektojmë se jemi mikprica, po jo t'i respektojmë duke na ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë në të drejtat e qytetarëve shqiptar. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që shoqata është mirëpritur nga një numër i lartë, jo vetëm juristësh, po dhe qytetarësh.
sepse kemi marrë informacione pafund dhe kohët e fundit me trajtimin e një rastit të një antari të KLP-s që është kapur me presh në dorë atje në KLP, duke u masturbuar në zyrat e KLP-s dhe nga ai moment qytetarë shqiptarë kanë vërshuar duke na dhënë informacione. Dhe do publikohet çdo lloj skandali në sistemin e drejtësisë. Le të thonë çfarë do duan. Jo po shantazhon, çfarë po shantazhon, pse ne thamë atyre bëni veprime të tilla për zyra. Ata duhet të jenë të ruajnë etikën. Të ruajnë etikën, se nuk ka njëri borxh me taksat tona na prodhosin flamurin, na prodhosin kombin të drejtat kushtetuese. Kështu që vlerësoj kjo luftë, kjo betejë midis sistemit fake të drejtësisë dhe të drejtave reale do jetë shumë e madhe. Faleminderit. Do demaskohet jo prokuror Spaku tjetë, jo antar KLP apo KLG, do përballen me ligjin. Ligji do jetë barabartë për të gjithë. Kështu që vlerësoj, kjo do jetë një luftë e jashtëzakonshme midis shoqatës dhe mangësive në sistemin. Nuk po diskutojmë që ka gjyqtar shumë korrekt. Ka prokuror shumë korrekt. Nuk i përgjithsojmë. Ti marr mendim dhe Karanxhës. Tyra si ai KLP-s do marrin ndëshkimin e dur. Faleminderit Llangozi. Sekretari flet pak më shumë. Po. Kështu që do ta mirëkuptojmë. Faleminderit. Këtë pjesë tash, domethënë mbulojmë pjesën e vettingut dhe investimet. Sekretari merr dhëna nga domethënë ka kontaktet me operativet me persona të tretë. Megjithatë ne domethënë diskutojmë problemet e caktuara. Në lidhje KPA-ja ka dy probleme të parat. KPA-ja, t'ja shpjegojmë dhe pak qytetarëve, është shkalla e dytë, e cila mbasi ankoheshin në shkallën e parë, gjyqtarët dhe prokurorët kalonin tek KPA-ja, pra kolegji i posaçëm i apelimit. Dhe kjo është shkalla vendimtare për secilin prokuror apo gjyqtar që kalonte apo nuk kalonte. Po, në sistemin e drejtësisë. Pra, se vettingu të drejtësia ka qenë apeli i shkallës parë. Apeli i shkallës parë. Tani në vitin 2022, kryetarja e KPA-s e Komisionit Posaçëm të Apelimit, Albana Shtylla, i drejton një letër KLG-s në vitin 2022. Këshillit të lartë gjyqësor. Këshillit të lartë gjyqësor. Ku i thot, do mbani 7 vende borxh deri në vitin 2026 kur na mbaron ne mandati, sepse do na emroni ne. Zyrtare kjo? Zyrtare. Mbani 7 vende borxh se do vim ne? Mbani 7 vende borxh sepse do vim ne. Dhe ky është një ndikim i palishëm, është një vepër penale. Me vulën dhe numrin e protokollit të institucionit, kryetarja e KPA-s i thot mbani vende borxh. Po këta ku duhet të shkojnë si antar që të punojnë? Tani, se mbaroi vettingu, ku duhet të shkojnë këta? Ju asjaroj është fare e thjeshtë. Po? Këta kanë statusin e antarit të gjykatës kushtetuese. Po gjykatës lartë, po kushtetuese se shpjegova pak më herë. Tani, kur i bëra pyetjen Llangozit. Neni 86 i ligjit numër 115 për organizimin për organet e qeverisjes së sistemit gjyqësor përcakton. Po, ligji përkatës thot, Këshilli i lartë drejtësisë ka kompetencë për emrimin e gjithë magjistratëve përveç gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Pra këta si emëron dot. Pra këta nuk janë s'ka kompetencë. Këta ku duhet vend? Këta bëjnë ndikim palishëm çojnë letra. Edhe çfarë bëjnë? Për tash ku është poshtërsia numër 2. Tani kanë bërë një kërkesë tjetër. Që është? Po kërkesën tjetër kanë futur dhe ndërkombëtarët në lojë, kanë futur dhe Gonzatën në lojë. Për Djenit dhe Gonzatës, ne kemi bërë një punë spektakolare. Ne kemi pastruar, kemi ecur, na fusin punë. Kanë bërë kërkesë që të pranohen, që KLG-ja të pranoj kërkesat e këtyre dhe këta të emrohen në kundërshtim me ligjin. Ata janë antar gjykatës kushtetuese, nuk mund të emrohen tu. Po duhet vetëm kushtetuese mund punojnë ata? Ata, qitash i tasjarë. Këta që të futen sistemin gjyqësor, duhet të plotësojnë kushtet e nenit 28 dhe 36 të ligjit për funksionimin e pushtetit gjyqësor. Dhe nenin 2.g. Dhe këta duhet të futen në konkurim, të konkurrojnë, shkojnë të marrin shkollën e magjistraturës, të trajnohen e të futen. Se nuk e kanë këtë shkollë. Por nuk e kanë këtë shkollë. Për shembull, një antar e vettingut ka pas vjetërsinë punë se bote kosha 3 pikësh. Bote kosha 3 pikësh. Se qote kalamojt e vllajt për pushime. Një tjetër nuk ka vjetërsi fare. Një tjetër është marrë me kopshtari. Një tjetër është, pra janë njerëz të cilët që në fillim si plotësojnë kriteret. Dhe është e padrejtë për studentët e shkollës magjistraturës që shkojnë të shkollën e magjistraturës, lodhen, shkojnë në përrethe dhe vinë moshë të madhe, domethënë, kurse këta shkatruan sistemin e drejtësisë, se për shkatrim këta e kanë bërë me standarde 2 fishe. I referoj shprehjes kryetarit gjykatës lartë, vettingu ka pas standarde 2 fishe.
Pra, me standard dy fish që thonë, për këtë, njërin e kalon dhe tjetër e ndel. Dhe tash i kanë bërë kërkesë drejtuar, do na pranoni, thonë kolegjës, dhe për djeni Gonzatos, ambasadores amerikane, ONM-s e tjerë. Ti po e mrosh në një vend pune, qa lidhje kam një kërkesë ja njofton atyne, edhe me vullën e shtetit, me vullën e vendit punës. Kërkesë blok, ja çojnë. Ky është ndikimi i dytë i palishëm. Po mirë, ju na monitoruat gjatë kohës që ne bëm punë, tani na monitoroni dhe kur të futemi në punë. Tani del roli i palishëm. Këtu duhet flasin këta, ndërkombëtarët. Është i lishëm apo jo? Dhe ushtrohet ndikimi i palishëm apo jo? Në shoqat ka ardhur një informacion, na ka dhënë zoti Dhangozi, që në datat 14, 15 dhe 16 prill, antarët e ONM-s do ushtrojnë ndikim të palishëm në Këshillin e Lartë të gjyqësor, që ti mushi me që ti japi vot atyre që ti bëj këta gjyqtar. Shoqata, ja ka sugjeruar kryetari, ja ka shpërndar dhe antarëve, do kërkoj të marrë pjesë në këtë mbledhje të KLG-s. Është mbledhje palishme, kjo që në nisje duke si e palishme. Mbledhje është një seminar i diçka e tillë, ne do t'i trajtohemi zyrtarisht të vemi ndjeni. Nuk mu lerojnë më ndërkombëtarët ta përdhonojnë vendin tonë dhe ligjet e vendit tonë. Jo, ne duhet i dalë për zot, nuk ka lidhje, nuk është gjë personale. Në çdo vend tjetër neve në botë ne po na nxin faqen me një lajm 3 herë që është rubrika tjetër, ndërkohë që këta vetë shkelin ligjet. Kush janë këta? Kush janë këta? Duhet ti tregojmë vendit. Dhe konkretisht këta kanë statusin e antarit të gjykatës kushtetuese. Si mund të emrohesh në kundërshtim me ligjin? Je fut aty në kundërshtim me ligjin se boshe kosha 3 pikësh, tash i prap në kundërshtim me ligjin. Kush janë brapa këtyre? Respektimi i ligjit është detyrë për gjithë, duke përfshirë edhe këta basketbollistë. Dhangozi, ndoshta një moment me këtë sistem që është krijuar se duhet ta pranojmë publikisht, unë këtu në këtë emision sigurisht përpiqem të jem neutral në të gjitha informacionet që jap, por neutraliteti sigurisht kërkon të konfirmoj edhe situatat e rrezikshme apo precedente që mund të krijohen në sistemin e drejtësisë, siç është le të themi që ka vetëm një SPAK dhe GKO, ndërsa e gjithë pjesa tjetër e sistemit të drejtësisë po vuan, po çalon, siç e thatë edhe ju, një gjyqtar me 1800 dosje se çdo t'ju bëj ai atyre. Një zot e di se këtu nuk besoj që e kupton kush apo e kuptojnë edhe nuk reagon përveç kësaj nahijes le të themi mediatike edhe një pjesë të avokatëve që kanë marrë kompetencat për të folur në publik. A do vi momenti që Shqipëria mund të ketë nevojë për një riformatim të sistemit të drejtësisë? Riformatim, shiko, edhe prokurinë e posaçme që na i kanë bërë si një prokuri që po punon. Në qoftë se ne do heqim aplikacionin Sky, a mund na thot dikush se kush është rezultati i kësaj prokurie? Meqense janë një numër i madh gazetarësh që rrin aty poshtë, çfarë kanë bërë një hetim proaktiv vet prokuria e posaçme që të bëjnë përgjime të vetat, që të devijojë një hetim vet pa përgjime Sky? Po i kanë bllokuar përgjimet në SPAK, ka një problem, ka një histori tjetër që çalon aty. Është dështim total edhe prokuria e posaçme. Është dështim sepse, siç e theksova, kemi ndikim politik, kemi problematika të ndryshme që janë dhe brenda grupeve në prokurinë e posaçme, kemi ndikim dhe nga ndërkombëtarët, sepse ka marrë zyra ndërkombëtare dhe janë bërë pjesë e prokurisë posaçme, amerikanët. Ne na dalëm me qendrim amerikanët. Por një ndër antarët e vettingut është përgjuar nga shërbimi informativ shqiptar, që është antari i ONM-s, dhe ka kërkuar 250.000 euro për të kaluar një prokurore dhe madje ka bërë dhe ushtrim ndikimin të paligjshëm në antarët e vettingut. Dhe ky përgjim, nga informacionet që unë kam, që në fillimet e para kur ka qenë Arben Kraja, prokurori i SPAK-ut, është në tryezën e prokurorëve të SPAK-ut dhe nuk është hetuar. Kemi përgjime që një antare e vettingut sërish ka marrë 250.000 euro dhe i doli dhe tani në gjykatë lartë, se aplikoi për në gjykatën e lartë dhe nga shërbimi informativ i vajti informacionin sërish që kishte marrë 250.000 euro për të kaluar një antar të gjykatës lartë. A është verifikuar ky informacion? Është me përgjim ky. Madje nga një informacion që unë kam, një person, një subjekt i vlerësimi i ka dhënë bashortit saj 350.000 euro për të kaluar vettingun dhe nuk ja premtoi zonja në fjalë, bashorti vdiq dhe ditën e vdekjes së bashortit, varrimit bashortit, ka dhënë vendim për subjektin në shenjatmarrje, sepse i kërkon subjekti lekën mbrapsht.
Pra, është vetin ky, apo është në një pazar? Kush paguon më shumë, sepse nivelet e larta... Kush do t'i administrojë këto informacionet e shish, pra kush mund t'i marri këtë përgjim, po themi, edhe të thotë që shiko se këtu ka një parregullsi, pra kush është institucioni? Janë referuar në SPAK, janë referuar në gjykatë lartë, aplikoi antarja e vetingut për antarët gjykatës lartë dhe për antarët gjykatës kushtetuese dhe i doli aty shërbimi informativ i çoi dosjen. Jo vetëm se nuk u bë kallëzim për rasti konkret, se kanë detyrim ta bëjë kallëzimin prokurinë e posaçme, por munduan ta mbyllin sepse unë e bëra publik. Në moment që u futa ndjeni për këtë skandal, sepse të dalësh në përgjime të një shërbimi informativ që ke marrë 250.000 euro për të emëruar një antar gjykatës, për të kaluar një antar gjykatës lartë, për mendimin tim kjo është shumë e rëndë. Po SPAK-u t'intereson ta godasi procesin e vetingut në këtë lloj forme? Po s'intereson se SPAK-u kur po mbron atë KLP-s mos ngel njeri pa u mbrojt. Mos ngel njeri, sepse u kap e pa gjithë Shqipëria, se kush janë institucionet e drejtësisë shqiptare, dhe ja ku e ke, në vend numëro. Nuk i intereson sepse janë fonde që marrin lek pafund për të ushtruar atë detyrë. Dhe qëllimi i tyre nuk është drejtësia, se nuk janë human ata fare, ata kanë fut pafund njerëz dhe të pafajshëm në burg. Kështu që vlerësoj që SPAK-ut nuk i intereson, sepse direktivat e zyrës që kanë aty brenda duan të mbrojnë reformën, sepse është ajo që tha zoti Karanja më përpara, që janë vjedhur rreth 400 milion euro. Ku janë këto lek? Pra, të gjitha ndërkombëtarët së bashku duan që t'i mbrojnë. Dhe kjo është ajo më e rënda, sepse më bën përshtypje në fillim fare, ky ndërkombëtar i quhet si i hekurti i ndërkombëtarëve, më i forti ky. Në moment që u kap me përgjim, nuk u pa më, as nuk bën si i fort më, po e fshehur, skutave. Ka qenë këtu monitorus? Patjetër më, është akoma. Është akoma? Është akoma. Edhe po nuk ndjet më, janë ulur pendët tot populli shqiptar. Sepse çu është kur e shikon Shqipërinë objekt korrupsione, na vin këta dhe na shesin mend kush e di çfarë janë. Tash po shkon tek mbledhja në datë 14 është KLG, që të ndikojë që këta të bëhen gjyqtarë në kundërshtim me ligjin. Ne në lidhje me këtë rast doja u referojmë të gjithë, jo vetëm nga ndërkombëtarët, po dhe prokurorëve ndërkombëtare këtë ndikim paligjshëm që janë duke kryer në Shqipëri. Ato propagandën ta bëjnë me ato që ju intereson. Ta bëjnë propagandën me Edi Ramën apo me tjerë aty, jo me qytetarë shqiptarë. E qartë. Dhe edhe Gonzalo t'i bëjmë kallëzim. Do ja çojmë atje të vendit që ai ka vendlindjen. Nuk mundet vi një ndërkombëtar edhe të ndikojnë në mënyrë të paligjshme në institucionet e drejtësisë shqiptare. Edhe aq më tepër janë përgjegjës dhe ata personazhet të KLG-s që po presin ndërkombëtarët aty për këtë ndikim të paligjshëm. Kështu që do referohen rastet me ndjekje penale në çdo lloj institucioni ku ne do ta shikojmë të arsyeshëm. Ne do bëjmë punën tonë. Nuk do të dëgjohet sot zëri jot, do të dëgjohet një nesër. Edhe në Shtetet Bashkuara do referohet ky rast. Sepse ja si kthehet pllaka, ishte ai me Goni Gali famshëm, ishte superfuqi, një ditë edhe do gjykohet, po gjykohet. Po dhe këta që vinë këtu, të ndërkombëtar që e shikojnë Shqipërinë si vend korrupsioni për të pasuruar vetë, normal do marrin një ditë përgjigjen e merituar nga shtetet e veta. Kështu që ne do bëjmë punën tonë, të dokumentojmë aferat dhe t'i referojmë ato në institucionet përkatëse. Kjo është puna jonë. Faleminderit Gozi. Ne jemi një staf shumë i gjerë. Nuk është se ne jemi 14 themelus, por antarësia ka kaluar 1.000. Po të kesh 1.000 jurist. 1.000 jurist, e di çfarë do të thotë. Pra të gjithë do punojnë për të vënë përpara përgjegjësisë to padrejtësi. Dhe kjo është ajo që 1.000 jurist do punojnë vullnetarisht për t'i shërbyer Shqipërisë. Se nuk mund të vinë na qeverisin ai që vajti ndikoi që ditët e para në Shqipëri edhe u përgjua nga shërbimi informativ. Kemi një rast që është denoncuar që në momentet e para një Hans Kilstria u linëtarën e vetë, lindi fëmijë në Veting dhe iku. Na doli kjo Kalavera ishte atëherë në Shqipëri dhe tha po shantazhojmë. Çfarë shantazh se flet një qytetar apo një media që na shantazh? Pse thot vërtetët? Për çfarë vin këtu? Për të marrë me sekretaret apo për të bërë drejtësi? Pra që këtu fillon, ti mund të lidhesh, mund të krijosh familje, por i largohu nga
nga drejtësia. Largohu, shko atje dhe mbaj rolin tënd që takon. Jo të vishet na përdhosh së flamurin ton kombëtar. Faleminderit Langozi. Karanja, në gjithë të diskutim për që një moment saktuar të pranohet publikisht një dështim i reformës në drejtësi dhe të kërkohet një riformatim, qoftë me ish prokuror dhe ish gjyqtar, që të kalojnë dhe një herë në vetim për të parë nëse ka pasur tendenca për t'i hequr dhe për t'i nxjerrë i jashtë sistemit, për të mbajtur vende bosh për të emëruar ata vetë, në qoftë se është ky rasti, apo qoftë dhe me magjistrat të rinj, domethënë e shikon mundësinë reale që diçka e tillë mund të ndodhë, pra pranohet publikisht, po them, dështimi i sistemit të drejtësisë. Rasti kërkesave, dështimi e parë është i dukshëm. Antarët e kolegjit përlasëm të posaçëm të atelit menojnë për vetë në vetë 4 vjet pa i marru mandati. Pa marru mandati, runit venet. Pra tregon qëllimin që këta qëllimi këtyre ka qenë që në fillim karrige, ka qenë të kenë vendet e veta, të rinë vendet mira dhe mu më shqetëson tjetra. Kërkesa aktuale po fuset dhe ndërkombëtarët në lojë. Tani ndërkombëtarët do ndërgjegjësohen apo jo? Ta nuk po ndëgjojnë, përkundrazi po bëjnë seminare që t'i mushin mendjen antarëve të KLG-s që këtu po shkon puna mirë. Dhe këta duhet të emërohen. Neve duhet marrim vetë në dorë fatet tona. Duhet bërë një analizë kombëtare. Partitë politike duhet ta pranojnë që ishte gab viti 2016 futja e durve në sistemin e drejtësisë të partive. Të mësojnë nga shteti italian. Pra ajo që ndodhi në Itali, italianët që janë këtu dhe bëjnë kronika për Shqipërinë. Këshim bërë. Duhet kishim pyet dhe italianët e ONM-s këtu si është shkatruar sistemi i drejtësisë dhe arriti këto. Sepse çfarë po ndodh sot, të 10 vjet vjen si pasojë e reformës në drejtësi. Pra, mos funksionimin, rritjes, sepse si ka mundësi, andi është një pyetje e thjeshtë. Ora u bën ndërhyrje, u bën gjithë këto ndërhyrjet mëdha, propagandë. Pse është rrit korrupsioni? E pranoj publikisht e them gjithmonë Dumanin ku vend tha që janë hetuar, po ka një tendencë të rritet korrupsioni. Atë rritjet tregon që kjo ka qenë propagandë. Pra qëllimi vërtet ka qenë shtimi i korrupsionit, jo lufte e korrupsionit. Qëllimi i vërtet ka qenë që shqiptarët rrin pa drejtësi, shqiptarët tenden gjyqeve, vdesin gjyqeve. Ke shumë qytetarë shqiptarë që po vdesin fizikisht gjyqeve, duke prit në gjyqe ai kanë vdekur njerëz, duke prit në gjyq, vendi i vdekjes, se datë e vdekjes shënohet certifikat, nuk shënohet vendi se ku vdiq personi. Vendi i vdekjes është në gjykat. Pra këtu është një dështim i dukshëm. Dhe aq më tepër, personat që kanë bërë reformën drejtësi po menojnë për karrikën e veta. E qartë. Pra kjo është shenjë. Shenja tjetër, mos funksionimi i sistemit gjyqësor, rënje e aksesit, rritje e korrupsionit. Dhe kjo do një analizë para. Para se ndërhyet duhet një analizë. Dhe qëllimi i shoqatës, një pjesë është pra një qëllim se është shumë i gjerë dhe që është marrë, domethënë po monitorohet nga unë dhe zoti Trenova, Gen Trenova një antar, është ku kanë shku parat apo? Uri udhën paret, ku janë paret? Ku janë paret? Uri ardhën mani. Se për këty ne kemi mësuar follot dhe mani. Ku ti ndjekim s'ka shku me asnjë vend. Domethënë nuk po shohim se ku kanë shku. Pra ku janë paret me 400 milionë euro? Kush i ka? Kjo është vjedhje. Nuk është më tender, po është vjedhje. Paratë e reformës drejtësi janë vjedhje. Ku kanë shku, çfarë është bë? Apo mund të jenë dhe vjedhje ordinere, që kanë bërë seminare që shkon ose si punë çokoladave. Këto duhet dalin ose përmjet e pune. Ose përmjet të tjera pune, që t'i varin mur si push. Apo jo zoti Langozi? Jo, unë kush janë këto mjetet e tjera zoti Langozi? Doja ta mbyllja këtu. Mos ka ndonjë informacion zoti Karanja këto të KLP-s do jenë pjesë e seminarit apo jo? Jo, KLG është, janë seminari është thritur nga KLG-a, ky është informacioni që na ka dhënë ti. Tash, Okej, mirë. Atëherë, unë ju falenderoj shumë, Ervin Karanja, shumë faleminderit që të kisha sonte në Skenkrimi. Arben Langozi ishte kënaqësi si mik për herë të parë në Skenkrimi, ku shpresoj t'ju kem dhënë mundësinë që të flisnit për çështje që realisht shqetësojnë për ditë shqiptarët. Edhe unë ju falenderoj sepse ju kam ndjekur dhe jeni një televizion që nuk censuroni dhe kjo është për të vlerësuar se Shqipërirat që flasin dhe që nuk censurohen janë të pakët. Shpresoj që kjo linjë të jetë deri në fund dhe të vijojë procesi juaj fisnik në informimin e qytetarit. Ndershmëria nuk kapse i trembet askujt, zoti Langozi, ka mbështypjen funksionon tek të gjithë.
Faleminderit shumë. Mirë, të dashur shikues, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për këtë episod të Sken Krimi. Ne bashkë do të shihemi të shtunën me të tjera ngjarje dhe informacione. Do të trajtojmë pra të shtunën në orën 20. Natën e mirë.